Ajo kur nuk e pa fytyrën e tij, por ja dha zemrën. Në Facebook krijoi një dashuri pa ditur kë po donte. Ndroi burrin dhe puthi 1 milioner. Ai gabim ndryshoi fatin e të gjithëve atë. Mira gjithmonë e kishte ditur se bota kishte ngjyra, edhe pse kur nuk I kishte parë. E ama I thoshte se e verdha ishte e ngrohtë si dielli I pasdites, se e kaltra ishte e freskët si fladi që hynte nga dritarja e kuzhinës, dhe se e kuqja ishte intensive si dashuria që ndjente për të. Por Mira u rrit pa këto referenca vizuale dhe me kalimin e kohës mësoi se bota mund të ndjejë në forma të tjera. Aroma e kafes së zier herët në mëngjes, zhurma e autobusëve që kalonin në bulevard, tekstura e ashpër e betonit në këmbët e saj zbathur kur ishte fëmijë. E gjithë kjo formonte universin e saj, një univers I bërë me ndjesi që askush tjetër nuk dukej se I vlerësonte. Ajo jetonte në Tiranë, në kombinat, një lagje punëtore ku shtëpit ishin ngjeshur me njëra tjetrën sikur luftonin për hapësirë për të ekzistuar. Rrugët ishin plot gropa, muret të shkaravitura dhe zhurma e vazhdueshme e motorëve dhe makinave të vjetra përbënte kolonën zanore të përditshme. Mira njihte çdo cep të atij vendi, çdo shkallë të parregullt, çdo shtyllë të shtrembër. Ishte 27 vjeç dhe jetonte vetëm në një apartament të vogël që e kishte trashëguar nga ama, e cila kishte ndëruar jetë 3 vjet më parë. Vetmia ishte instaluar në atë hapësirë bashkë me të, si një qiramarrëse e padukshme që kur nuk paguante qira. Punonte si pastruese. Ose më mirë, përpiqej të punonte. Punët ishin gjithmonë të përkohshme. Një javë këtu, 2 ditë atje. Njerëzit e punsonin me vullnet të mirë, por shpejt e kuptonin se të kishe një punonjëse të verbër kërkonte durim, përshtatje dhe pak ishin të gatshëm për këtë. Mira dëgjonte justifikimet, gjithmonë të sjellshme, gjithmonë të kujdesshme. Nuk ishte faji I saj, thoshin. Ishte thjesht se kishin nevojë për dikë më të shpejtë. Dikë që I shite më mirë cepat. Dikë ndryshe. Ajo falenderonte, e ruante hidhërimin thellë në gjoks dhe vazhdonte përpara. Sepse kjo ishte ajo që dinte të bënte. Të ecte përpara, edhe kur rruga ishte e errët. Netët ishin momenti më I keq. Kur zhurma e rrugës zvogëlohej dhe heshtja hynte nga dritarja, Mira ndjente peshën e vetmisë në një mënyrë që asnjë fjalë nuk mund ta përshkruante. Ishte sikur bota të kishte harruar se ajo ekzistonte. Askush nuk telefononte, askush nuk dërgonte mesazh, askush nuk trokiste në derë. Ajo hante darkë vetëm, dëgjonte radio vetëm, flinte vetëm. Dhe kur zgjohej, gjithçka rifillonte. Cikli I padukshmërisë. Ishte në një nga këto net, ndërsa lëvizte në celularin e saj me lexuesin e ekranit të aktivizuar, që Mira vendosi të bënte diçka ndryshe. Diçka që nuk e kishte bërë kur më parë. Hyri në një rrjet social. Nuk e dinte mirë se çfarë të priste. Ndoshta asgjë. Ndoshta vetëm një mënyrë tjetër për të kaluar kohën. Por diçka brenda saj, një shkëndij e dobët shprese, I përshpëriste se ndoshta, vetëm ndoshta, kishte dik në anën tjetër të atij ekrani të gatshëm ta shite atë vërtet. Krijoi një profil të thjeshtë. Emri, mosha, qyteti. Nuk vendosi foto. Nuk dinte si të fotografonte veten dhe sinqerisht nuk mendonte se kjo kishte rëndësi. Në përshkrim shkroi vetëm një fjali: më pëlqen muzika, bisedat e sinqerta dhe të ndjej se ekzistoj. Ishte gjëja më e sinqertë që mundi të ishte. Në ditët e para, asgjë nuk ndodhi. Mira kontrollonte aplikacionin në mëngjes, pasdite, në mbrëmje. Asnjë mesazh, asnjë pëlqim, asnjë shenjë se dikush e kishte vënë re praninë e saj. Filloi të pendohej. Ndoshta bota digjitale ishte po aq përjashtuese sa ajo reale. Ndoshta edhe më shumë. Në fund të fundit, aty të gjithë kishin një imazh të përsosur, një jetë të redaktuar, një buzëqeshje të fabrikuar. Dhe ajo ishte vetëm një zë pa fytyrë, një prani e padukshme mes miliona të tjerëve. Por pastaj, një të mërkur me shi, ndërsa dëgjonte zhurmën e ujit që përplasej në dritare, një njoftim u dëgjua. Në celular. Dikush I kishte dërguar një mesazh. Mira ndjeu zemrën t'i rrite fort. Duart I dridheshin lehtë ndërsa aktivizonte lexuesin e ekranit. Zëri robotik I aplikacionit lexoi: mesazh I ri nga Genti. Përshëndetje, Mirea. Pash profilin tënd dhe përshkrimi yt mu duki mrekullueshëm. Vërtet të pëlqen muzika? Cili është stili yt?
Mireja e rilexoi mesazhin 3 herë vetëm për të siguruar se ishte i vërtetë. Genti. Emri i bëri Jehon në mendje si një melodi. Ajo mori frymë thellë dhe filloi të shkruante ngadalë duke zgjedhur çdo fjalë me kujdes. Përshëndetje, Genti. Faleminderit për mesazhin. Po, më pëlqen shumë muzika. Çdo lloj, në fakt, por kam një dashuri të veçantë për këngët e vjetra shqiptare. Ato këngët e vjetra që duket se tregojnë histori të jetëve të tëra. Po ty? Përgjigja erdhi shpejt, më shpejt se sa priste. Edhe mua më pëlqen muzika e lehtë shqiptare. Vaçe Zela, Ardit Gjebrea, Nexhmie Pagarusha. Mendoj se muzika ka fuqinë të thotë atë që fjalët vetëm nuk munden. I bie ndonjë instrumenti? Mireja buzëqeshi. Kishte kohë që nuk buzëqeshte kështu, me të vërtetë. Nuk i bie asgjëje. Por këndoj. Vetëm, sigurisht. Askush nuk më ka dëgjuar ndonjëherë. Mendoj se këndoj më shumë për veten time se sa për dikë tjetër. Biseda rodhi natyrshëm, sikur të njiheshin prej vitesh. Genti bënte pyetje, por jo pyetjet e zakonshme që bënin të gjithë. Nuk pyeti për verbërin, nuk kërkoi shpjegime, nuk tregoi mëshirë. Pyeti për ëndrat, për frikërat, për atë që e bënte të lumtur. Dhe Mireja, për herë të parë pas shumë kohësh, u ndje e parë. Jo me sy, por me diçka shumë më të thellë. Në ditët në vijim, mesazhet u bën rutinë. Genti shkruante në mëngjes duke i uruar një ditë të mbarë. Shkruante pas dite duke e pyetur si i kishte shkuar dita. Shkruante në mbrëmje duke ndarë mendime, kujtime, fragmente të vogla të një jete që ai kur nuk e zbulonte plotësisht. Mireja nuk dinte asgjë për të. Nuk dinte ku jetonte, çfarë bënte, nëse kishte familje. Dhe çuditërisht, kjo nuk kishte rëndësi. Ajo që kishte rëndësi ishte lidhja. Ndjesia se më në fund dikush po e dëgjonte. Ai i dërgoi një këngë. Një baladë të vjetër të festivalit. Mireja e dëgjoi, e prekur. Pastaj i dërgoi një tjetër. Një këngë dashurie nga Vaçe Zela. Ajo qau. Jo nga trishtimi, por nga diçka që nuk dinte ta emërtonte. Ishte sikur çdo këngë të ishte një pjesë e tij që ai po e ndante. Një dhuratë e padukshme, por e vërtetë. Mireja filloi t'i priste mesazhet me një ankth që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Zgjohej dhe gjëja e parë që bënte ishte të kontrollonte celularin. Genti ishte gjithmonë aty. Mirëmëngjes, Mireja. Shpresoj të kesh parë ëndra të bukura. Ajo përgjigjej me zemrën që i rrite fort, duke zgjedhur fjalë që shprehnin atë që ndjente pa zbuluar shumë. Mirëmëngjes, Genti. Pash në ëndër se isha në një vend ku nuk ekzistonte vetmia. Ishte mirë sa zgjati. Përgjigja e tij erdhi e ngarkuar me një melankoli që Mireja e ndjeu të përshkonte ekranin. E di mirë se ç'është vetmia, Mireja. Ndonjëherë mendoj se është e vetmja shoqëri e vazhdueshme që kam. Mireja donte të pyeste më shumë, por diçka në mënyrën se si ai shkroi e bëri të kuptonte se kishte dhimbje që ai ende nuk ishte gati t'i ndante. Dhe ishte në rregull. Edhe ajo kishte të sajat. Javët kaluan dhe lidhja mes të dyve u thellua. Genti tregonte për netët pa gjumë, për ndjesinë e të jetuarit të një jete që nuk duke jetia, për vështirësinë e të besuarit të njerëzit. Mireja ndante për padukshmërinë, për zhgënjimin e të qenit e trajtuar si e paaftë, për frikën se nuk do të dashurohej kur vërtet. Ata kuptoheshin në një gjuhë që pak e flisnin. Gjuha e vetmisë së përbashkët. Një të premte mbrëma, Mireja ishte shtrirë në krevat kur celulari i ra. Ishte Genti. Mireja, mund të them diçka? Diçka që ndoshta është e çuditshme. Sigurisht, Genti. Mund të flasësh. Mendoj se po filloj të ndjej diçka për ty, nuk e di nëse është e drejtë ta them këtë, nuk e di nëse është shumë herët. Por ndjej se ti më kupton në një mënyrë që askush tjetër nuk mundet. Dhe kjo është e rrallë. Shumë e rrallë. Mireja ndjeu syt t'i digjinin. Lotët i rodhen në përfytyr pa kërkuar leje. Ajo shkroi me duar që i dridheshin. Edhe unë ndjej, Genti. Dhe kam frikë. Frikë se kjo është vetëm një iluzion. Frikë se ti do të zhdukesh. Nuk do të zhdukem, Mireja. Premtoj. Por premtimet, Mireja e dinte, ishin të brishta. Mund të thyeshin me të njëjtën lehtësi me të cilën bëheshin.
Ndërkohë, jeta reale e Mireas vazhdonte rrjedhën e saj të thatë. Ajo vazhdonte të kërkonte punë, vazhdonte të pushoj, vazhdonte të kthehej në shtëpi me duar bosh dhe zemër të rënduar. Derisa një ditë mori një telefonat. Ishte nga një agjenci punësimi. Kishin një vend pune si pastruese në një vilë të madhe në zonën e liçenit. Një punë fikse, me kontratë, pagë të mirë. Mirea pothuajse nuk e besoi. Ka ndonjë detaj që duhet ta di, pyeti dyshuese. Gjithmonë kishte detaje. Gruaja në anën tjetër të linjës hezitoi para se të përgjigjej. Zoti i shtëpisë është shumë i rezervuar. Ai nuk i pëlqen ndërveprimet. Kujdestarja do të japë të gjitha rregullat ditën e parë. Por është një punë e mirë, Mirea. Pak arrin të qëndrojnë atje, por nëse ndjek rregullat do t'ja dalësh mban. Mirea pranoi. I duhej ajo punë. I duhej stabilitet, një pagë që e lejonte të paguante faturat pa vështirësi. Dhe nëse çmimi ishte heshtja, atëherë ajo do ta paguante. Në fund të fundit ishte mësuar të kalonte pa u vënë re. Të dielën pasardhëse, Mirea mori 2 autobus për të arritur në lagjen pranë liçenit artificial. Kur nuk kishte qenë në atë zonë. E ndjente nga zhurma e rrugëve se ishte ndryshe. Më e qetë. Më e pastër. Edhe ajri dukej më i lehtë. Një shofer privat i dërguar nga shtëpia e mori në stacionin e autobusit dhe e çoi në vilë. Kur Mirea zbriti nga makina, ndjeu madhështinë e vendit. Nuk mund ta shihte, por mënyra se si tingulli përhapej tregonte hapësira të gjera, tavane të larta, kopshte të mëdha. Ishte një botë tjetër. Një botë e largët nga e saja. Kujdestarja, Teto Zana, e priti në derë. Ishte një grua me zë të fortë, por jo të ashpër. Kishte një farë ashpërsie tek ajo, por edhe diçka amtare. Mirea, mirë se erdhe. Do të tregoj shtëpinë dhe do të shpjegoj rregullat. Kushto vëmendje, sepse nuk do t'i përsëris. Mirea pohoi me kokë, duke mbajtur shkopin fort. Shtëpia ishte e pafundme. Teto Zana e udhëhoqi nëpër korridore të gjera, salla të mëdha, dhoma që dukeshin sikur nuk ishin përdorur kurrë. I shpjegoi ku ndodheshin materialet e pastrimit, cilat zona kishin nevojë për më shumë vëmendje, cilat dhoma ishin të ndaluara. Dhe rregulli më i rëndësishëm, Mirea. I Zoti i shtëpisë nuk pëlqen të shqetësohet. Nuk duhet të flasësh me të, nuk duhet të bësh zhurmë të panevojshme, nuk duhet të bësh pyetje. Ai është një njeri shumë i zënë dhe shumë i rezervuar. E kuptove? Mirea e kuptoi. Edhe një herë, ajo do të ishte e padukshme. Por këtë herë, po paguaj për këtë. Në ditët e para, Mirea ndoqi rregullat me përpikëri. Pastronte në heshtje, shmangte oraret kur e dinte se i Zoti i shtëpisë do të ishte afër, mbante kokën ulur. Kur nuk e pa. Asnjëherë. Por e dinte se ai ishte aty. E ndjente praninë e tij si një hije që lëvizte nëpër korridore pa u zbuluar kurrë. Në mbrëmje, kur kthehej në shtëpi, Mirea gjente stre në mesazhet e Gentit. Ai vazhdonte të ishte drita e vetme mes rutinës raskapitse. I tregonte për punën e re, për vilën e heshtur, për ndjesinë e çuditshme të qenit në një vend kaq të madh dhe në të njëjtën kohë kaq bosh. Duket si një mauzole, i shkroi ajo një natë. Ndoshta është, u përgjigj Genti. Ndonjëherë njerëzit ndërtojnë mure kaq të larta për t'u mbrojtur, saqë përfundojnë duke u burgosur vetë. Mirea nuk e dinte, por ndërsa shkruante ato fjalë, Genti ishte në anën tjetër të qytetit, ulur në sallonin e vilës së tij, duke parë ekranin e celularit me një shprehje që përziente fajin dhe dëshirën. Sepse Genti nuk ishte ai që thoshte se ishte. Genti ishte vetëm një emër. Një identitet i krijuar në një natë dëshpërimi, kur vetmia ishte bërë tepër e padurueshme. Burri pas profilit ishte Arben Basha, një nga biznesmenët më të pasur të vendit. Pronar i një prej kompanive më të mëdha të ndërtimit në Shqipëri, trashëgimtar i një perandorie familjare dhe plotësisht i shkatëruar për brenda. Arbeni ishte 38 vjeç dhe prej 5 vitesh jetonte si një fantazmë. Kishte humbur të fejuarën, Anilën, në një aksident me makinë. Ajo po kthehej nga një dasmë kur një shofer i dehur hyri në korsinë e kundërt. Arbeni nuk ishte në makinë. Kishte qëndruar në shtëpi, tepër i lodhur për të dalë. Dhe që atëherë mbante fajin si një zinxhir të lidhur në gjoks.
Po të kishte shkuar bashk, ndoshta do të kishte arritur ta binte të mos i jepte makinës. Ndoshta do t'ja kishte shpëtuar jetën. Ndoshta. Pas aksidentit, Arbeni u largua nga gjithçka dhe të gjithë. Shiti apartamentin që ndante me anilën, bleu vilën pranë liçenit dhe u mbyll brenda. Drejtonte kompanin nga shtëpia, shmangte eventet sociale, refuzonte darkat, intervistat, çdo gjë që e detyronte të ndërvepronte. Njerëzit thoshin se ishte çmendur nga zia. Ndoshta kishin të drejtë. Ishte në një agim pa gjumë, ndërsa lundronte pa drejtim në internet që Arbeni krijoi profilin e rem. Nuk kishte ndërmend ta përdorte. Ishte vetëm një mënyrë për të ndjerë i lidhur, edhe pse në gënjeshtër. Por pastaj pa profilin e Mireas. Lexoj përshkrimin e saj. Më pëlqen muzika, bisedat e sinqerta dhe të ndjej se ekzistoj. Dhe diçka brenda ti u thye. Ose u rregullua. Nuk e dinte me siguri. Ai dërgoi mesazhin e parë pa u menduar shumë. Dhe kur ajo u përgjigj, ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer prej vitesh. Kureshtje. Dëshirë për të vazhduar. Dhe pak nga pak, pa e kuptuar, e gjeti veten duke pritur përgjigjet e saj me të njëjtin ankth të një adoleshenti të dashuruar. Mirea nuk e dinte se kush ishte ai. Dhe Arbeni ka përthehej pas kësaj si një i mbytur pas një cope druri. Me të, nuk kishte nevojë të ishte miliarderi. Nuk kishte nevojë të mbante peshën e mbiemrit, të pasurisë, të pritshmërive. Mund të ishte thjesht Genti. Një burr i zakonshëm. Një burr që ende dinte të ndjente. Por pastaj Mirea filloi të punonte në shtëpinë e tij. Dhe Arbeni u kap nga paniku. Ajo ishte aty, pak metra larg, duke pastruar të njëjtët korridore që ai përshkonte, duke thithur të njëjtin ajër. Dhe ajo nuk e kishte iden. Arbeni filloi ta shmangte edhe më shumë. Mbyllte veten në zyrë, dilte vetëm kur ishte i sigurt se ajo kishte ikur. Por në të njëjtën kohë, ndjente një nevojë të dhimbshme për ta parë. Për të kuptuar se kush ishte gruaja që kishte ndryshuar diçka brenda tij pa e ditur. Një natë, ndërsa Mirea pastronte katin e sipërm, Arbeni harroi se ajo ishte aty. Kishte pirë më shumë se ç'duhej. Përvjetori i vdekjes së Anilës gjithmonë e shkatëronte dhe ai vit nuk ishte ndryshe. U mbyll në zyrë me një shishe whisky dhe e la dhimbjen të dilte. Foli me vete, siç bënte gjithmonë në ato net. I kërkoi falje Anilës. I tha se i mungonte. I tha se ishte i lodhur të jetonte si një i vdekur. Mirea dëgjoi gjithçka. Ishte në anën tjetër të derës, e paralizuar. Zëri i burrit ishte i dëshpëruar, i ngarkuar me një ankth që ajo e njihte mirë. Ishte zëri i dikujt të thyer. Dhe për ndonjë arsye, ai i dukej çuditërisht i njohur. Kur dera u hap dhe Arbeni doli, ai e gjeti aty, në këmbë, me shprehjen e dikujt që kishte dëgjuar diçka që nuk duhej. Për një sekond, qëndruan në heshtje. Arbeni mendoi ta pushonte nga puna, të bënte sikur asgjë nuk kishte ndodhur. Por pastaj Mirea foli. Më falni. Nuk doja të dëgjoja. Por dëgjova. Dhe dua vetëm të dini se nuk keni pse të më kërkoni falje. Unë e kuptoj. E kuptoj dhimbjen. Arbeni e shikoi vërtet dhe pa diçka që nuk e priste. Dhe mshuri. Jo mëshirë. Dhe mshuri. Dhe për herë të parë pas vitesh, nuk u ndjej gjykuar. Në ditët në vijim, diçka ndryshoi mes tyre. Arbeni filloi të shfaqej më shumë. Ndonjëherë qëndronte në sallon ndërsa Mirea pastronte. Nuk flisnin shumë. Thjesht shkëmbenin disa fjalë të sjellshme, të kujdesshme. Teto Zana vëzhgonte gjithçka me një shprehje të dikujt që dinte më shumë se ç'duhej, por nuk thoshte asgjë. Mirea nuk e dinte, por ndërkohë Genti vazhdonte të dërgonte mesazhe. Dhe ajo vazhdonte të përgjigjej, e ndarë mes dy botëve që, pa e ditur, ishin në të vërtetë një e vetme. Dhe kështu filloi gjithçka. Me një gënjeshtër. Me dy zemra të thyera. Dhe me shpresën e brishtë se ndoshta, vetëm ndoshta, ende kishte vend për diçka të vërtetë. Javët që pasuan ishin më konfuzet në jetën e Mireas. Gjatë ditës, ajo pastronte vilën e heshtur, duke shkëmbyer fjalë të vogla me burrin që e banonte. Një burr me zë të thellë, me prani melankolike, që kur nuk e zbulonte emrin e tij dhe që ajo filloi ta thërriste vetëm zotëri, siç e kishte mësuar teto Zana.
Natën, kthehej në apartamentin e saj në kombinat dhe zhytet në bisedat me Gentin, burrin virtual që ishte bërë arsyeja e saj për të buzëqeshur. 2 burra. 2 botë. Dhe Mireja, e ndarë mes tyre pa e ditur se ishin i njëjti person. Arbeni, nga ana e tij, jetonte një mundim të vazhdueshëm. Çdo mesazh që i dërgonte Mirejas përmes profilit të Rem ishte një thik në ndërgjegjen e tij. Sa herë që e shihte në vil, duke pastruar mobiljet me kujdes, duke kënduar në zëkëngë që ai ja kishte dërguar përmes celularit, ndjente peshën e gënjeshtrës të rritej. Por në të njëjtën kohë, nuk mund të ndalej. Sepse për herë të parë në 5 vjet ndihej i gjallë. Dhe kjo ishte po aq e frikshme sa edhe varësuese. Një pasdite të enjte, Mireja po pastronte bibliotekën kur hyri Arbeni. Ajo e ndjeu praninë e tij para se ta dëgjonte. Kishte diçka në mënyrën se si lëvizte ajri kur ai ishte afër. Më fal që të shqetësoj, tha ai, zëri ende i ngarkuar me atë trishtim që dukej se nuk e braktiste kurrë. Thjesht erdha të marrë një libër. Mireja ndaloi atë që po bënte dhe u kthye në drejtim të zërit. Nuk më shqetësoni. Shtëpia është e juaja. Arbeni mori një libër nga rafti, por nuk doli. Qëndroi aty në këmbë duke e vëzhguar. Mireja nuk mund ta shihte, por e ndjente shikimin e tij mbi vete. Ishte e çuditshme. Jo e pakëndshme, por e çuditshme. Të pëlqen të lexosh? Pyeti ai, duke thyer heshtjen. Mireja buzëqeshi, një buzëqeshje e vogël, por e sinqertë. Më pëlqejnë audiolibrat. Nuk është e njëjta gjë, e di, por kjo është ajo që kam. Arbeni ndjeu diçka t'i shtrëngoi në gjoks. Kujtoi bisedat me të përmes profilit të Rem. Ajo kishte përmendur se i pëlqenin historitë, romanet e vjetra, poezia. Ai madje i kishte dërguar disa rekomandime. Cili është i preferuari yt? Mireja mendoi për një moment. 100 vjet vetmi, nga Gabriel Garcia Márquez. Ka një pasazh që gjithmonë më ka mbetur në mendje. Është kur personazhi kupton se ka kaluar gjithë jetën duke pritur për diçka që nuk do të vinte kurrë. Dhe unë mendoj se shumë njerëz jetojnë kështu. Duke pritur. Gjithmonë duke pritur. Arbeni gëlltiti pështymën. Ato fjalë ishin një tehi. Mpreth që i përshkonte shpirtin. Sepse ai e dinte saktësisht se për çfarë po fliste. Edhe ai kishte jetuar duke pritur. Duke pritur që dhimbja të kalonte. Duke pritur që Anila të kthehej. Duke pritur që jeta të kishte kuptim përsëri. Është një zgjedhje e bukur, tha ai, zëri pothuajse një pëshpërim. Mireja u kthye për të vazhduar pastrimin, por para se të mundte, Arbeni foli përsëri. Ti këndon? Mireja ndaloi, e habitur. Si e dinte ai këtë? Si e dini që unë këndoj? Arbeni e kuptoi gabimin. U kap nga paniku për një sekond, por u përmbajt shpejt. Ndonjëherë dëgjoj. Kur jam në zyrë. Ti këndon në zë ndërsa punon. Ke një zë të bukur. Mireja ndjeu fytyrën t'i nxehej. Kur askush nuk ja kishte lavdëruar zërin. Kur askush nuk i kishte kushtuar vëmendje vërtet. Faleminderit, murmuriti, pa ditur se çfarë tjetër të thoshte. Arbeni doli nga biblioteka me librin në dorë dhe zemrën cop-cop. Po bëhej gjithnjë e më e vështirë të mbahej farsa. Gjithnjë e më e dhimbshme të ishte pranë saj duke ditur se ajo nuk e dinte se kush ishte ai vërtet. Atë natë, Mireja mori një mesazh nga Genti. Mireja, mund të bëj një pyetje personale? Sigurisht, Genti. Mundesh. Je dashuruar ndonjëherë? Mireja ndjeu zemrën t'i rrite fort. Pyetja ishte e drejtë për drejtë, pothuajse brutale në sinqeritetin e saj. Ajo mori frym thellë para se të përgjigjej. Një herë. Shumë kohë më parë. Por nuk shkoi mirë. Ai nuk mund të më shihte përtej verbërisë. Isha gjithmonë vajza e gjorë, vajza që kishte nevojë për ndihmë. Kur nuk isha gruaja që ai dëshironte. Po ti? Je dashuruar ndonjëherë? Përgjigjja e Gentit vonoi të vinte. Kur erdhi, ishte e ngarkuar me një dhimbje që Mireja e ndjeu të përshkonte ekranin. Po. Thellësisht. Dhe e humba. Jo me zgjedhje, por për shkak të rrethanave që ishin përtej kontrollit tim. Dhe që atëherë nuk mund ta lejoj veten të ndjej përsëri. Kam frikë se gjithçka që prek thyet.
Mirea ndjeu sytë t'i digjinin. Kishte një sinqeritet në ato fjalë që e tronditi. Ajo shkroi ngadalë, duke zgjedhur çdo fjalë me kujdes. E kuptoj frikën tënde, Genti. Por mendoj se të jetosh me frikën se do të thyesh diçka është njësoj si të jesh tashmë i thyer. Dhe ndoshta duhet ta lejojmë veten të ndjejmë, edhe pse dhem. Sepse dhimbja, të paktën, dëshmon se jemi ende gjallë. Arbeni i lexoi ato fjalë mbyllur në zyrën e vilës, me një shishe uiski gjysmë të pirë pranë kompjuterit. Dhe për herë të parë që nga humbja e Anilës, qau. Qau me të vërtetë. Jo lot të heshturzie, por dënesa të forta, të dhimbshme, çliruese. Qau për të fejuarën që kishte humbur. Qau për vitet që kishte humbur duke u fshehur. Dhe qau për gruan që, pa e ditur, po e shpëtonte. Teto Zana e dëgjoi të qarën përmes derës së mbyllur të zyrës. Nuk hyri. E dinte se kishte dhimbje që duheshin ndjer vetëm. Por të nesërmen, kur Mirea erdhi për të punuar, kujdestarja e thiri për një bisedë. Mirea, ulu këtu me mua për një moment. Mirea u bind, duke u ulur në karrigen e kuzhinës, ndërsa Teto Zana përgatiste një kafe. E vërej që ai është ndryshe, apo jo? Mirea hezitoi para se të përgjigjej. Po. Duket më pak i trishtuar. Ose ndoshta vetëm më pak i humbur. Teto Zana shërbeu kafen dhe ja vendosi filxhanin në dorë Mireas me kujdes. Ai ka humbur disa vite më parë. Një person shumë të rëndësishëm. Dhe që atëherë jeton si kur ka humbur edhe dëshirën për të vazhduar. Por që kur ke ardhur ti, diçka ka ndryshuar. Ai del nga zyra. Bisedon. Madje buzëqesh herë pas here. Dhe doja vetëm të dije se, edhe pa e kuptuar, po bën një ndryshim. Mirea mbajti filxhanin me të dyja duart, duke ndjerë ngrohtësinë që përshkonte porcelanin. Unë nuk po bëj asgjë të veçantë. Thjesht jam këtu. Dhe ndonjëherë kjo është e vetmja gjë që u duhet njerëzve. Dikush që të jetë këtu. Mirea mendoi për ato fjalë gjatë gjithë ditës. Mendoi për Gentin, për burrin e vilës, për mënyrën se si të dy dukeshin se mbanin dhimbje të ngjashme. Dhe për një çast dëshiroi të mund t'i bashkonte të dy. Të bënte që burri virtual dhe burri real të bëheshin një, sepse të ndarë të dy ishin të paplodh. Javën pasardhëse, Arbeni bëri diçka që nuk e kishte bërë prej vitesh. Përgatiti shtëpinë për të pritur dikë. Jo një vizitë formale, jo një darkë biznesi. Por një moment. Një moment vetëm për të dhe Mirean. I kërkoi Teto Zanës të përgatiste një çaj të veçantë, nga ata që Mirea kishte komentuar se i pëlqente përmes mesazheve të Gentit. Rregulloi sallonin me jastëk të rehatshëm. Vuri muzikë në sfond. Dhe priti. Kur Mirea mbërriti atë natë për turnin e natës që bënte ndonjëherë, Arbeni e gjeti në hyrje. Mirea, a mund të vish në sallon për një moment? Do të doja të bisedoja me ty. Mirea ndjeu zemrën t'i rrite fort. Kishte diçka ndryshe në zërin e tij. Diçka më të lehtë, më shpresëdhënëse. Sigurisht. Arbeni e udhëhoqi deri në sallon, duke e mbajtur për krahu me delikatesë. Mirea ndjeu dorën e tij në të sajën dhe një drithërim i përshkoi shtyllën kurrizore. Ishte hera e parë që ai e prekte vërtet. Kur u ulën, Arbeni shërbeu çajin. Mirea e njohu aromën menjëherë. Ishte çaji i kamomilit me mjaltë që ajo kishte thënë se e adhuronte në një bisedë me Gentin. Si e dinit që më pëlqen ky çaj? Pyeti, zëri i ngarkuar me habi. Arbeni ngriu. Edhe një gabim tjetër. Edhe një çarje tjetër në gënjeshtër. Teto Zana më tregoi, gënjeu, zëri gati sa nuk i dështoi. Tha se e kishe përmendur. Mirea e pranoi shpjegimin, por diçka brenda saj filloi të lëvizte. Një dyshim. Një ndjesi e çuditshme se kishte diçka që nuk përputhej. Ata biseduan për orë të tëra. Arbeni foli për kompaninë, për presionin e të mbajturit të një trashëgimie familjare, për vetminë që vinte me suksesin. Mirea foli për vështirësinë e të qenit e parë në një botë që vlerëson kaq shumë pamjen, për punët e humbura, për ndjesinë e të qenit gjithmonë zgjedhja e fundit. Dhe sa më shumë bisedonin, aq më shumë Arbeni ndjente se gënjeshtra po bëhej e paqëndrueshme. Në një moment të caktuar, Mirea filloi të këndonte nën zë një këngë. Ishte një baladë e vjetër e Vaçe Zelës. E njëjta që Genti ja kishte dërguar javë më parë.
Arbeni ndjeu zemrën t'i rritë fort. Kërkoi leje, shkoi në zyrë dhe e regjistroi. Regjistroi zërin e saj që mbushte atë shtëpi bosh me jetë. E regjistroi sepse donte të kujtonte. Sepse kishte nevojë të kujtonte se kishte bukuri në botë, edhe mes dhimbjes. Kur u kthye në sallon, Mirea kishte pushuar së kënduari. Ishte ulur, e qetë, me një shprehje mendimtare në fytyrë. Je mirë? Pyeti Arbeni. Mirea pohoi me kokë, por kishte diçka në mënyrën se si mbante filxhanin e çajit që tregonte se jo, ajo nuk ishte mirë. Ishte konfuze. Sepse sa më shumë kohë kalonte me atë burr, aq më i njohur i dukej. Mënyra se si zgjidhte fjalët. Melankolia në zë. Mirësjellja e kujdesshme. Gjithçka i kujtonte Gentin. Por ishte e pamundur. Genti ishte vetëm një burr i zakonshëm, dikush në anën tjetër të ekranit që kur nuk kishte zbuluar detaje për jetën e tij. Dhe burri i vilës ishte qartësisht i pasur, i fuqishëm, pronar i një jete që Mirea kur nuk do të mund ta arrinte. Në ditët në vijim, bisedat e natës u bën rutinë. Arbeni gjithmonë gjente një justifikim për ta thirrur Mirean në sallon. Thosh se kishte nevojë për shoqëri, se shtëpia ishte shumë e madhe për një person të vetëm, se i pëlqente të dëgjonte zërin e saj. Dhe Mirea, pa ditur pse, gjithmonë pranonte. Sepse kishte diçka te ai burr që e tërhiqte. Diçka që shkonte përtej zërit, përtej fjalëve. Ishte një lidhje që ajo nuk mund ta shpjegonte. Genti, nga ana tjetër, vazhdonte të dërgonte mesazhe. Por kishte një ndryshim të hollë në to Arbenit, po i mbaronin justifikimet për të mbajtur gënjeshtërën. Sa herë që Mirea ndante diçka që kishte ndodhur gjatë ditës, ai duhej të shtirej i habitur, të shtirej i interesuar, të shtirej sikur nuk e dinte saktësisht se për çfarë po fliste, sepse ai kishte qenë aty. Dhe pastaj, një të martë me shi, Arbeni mori një vendim. Nuk mund të vazhdonte kështu. Nuk mund të jetonte i ndarë mes dy identiteteve. Nuk mund të vazhdonte të gënjente të vetmen person që kishte arritur ta bënte të ndjente diçka reale. Duhej t'i jepte fund kësaj. Në një mënyrë apo në një tjetër. Krijoi një email të ri. Ngjej email anonim. Dhe përmes profilit të Gentit shkroi një mesazh që e dinte se do ta shkatëronte. Mirea, duhet të them diçka. Dhe do të jetë e vështirë për ty ta dëgjosh. Unë duhet të largohem. Nuk mund ta vazhdoj këtë bisedë. Jo sepse nuk më intereson, por sepse më intereson tepër. Dhe kam frikë se çfarë do të thotë kjo. Ti meriton dikë që mund të jetë i pranishëm vërtet. Dikë që nuk shihet pas një ekrani. Dhe unë nuk mund të jem ai person. Më fal. Më fal që të dhash shpresë. Më fal që të bëra të besosh se kishte diçka këtu. Por duhet të largohem. Dhe dua që ti të vazhdosh përpara. Sepse ti meriton të jesh e lumtur. Edhe pse jo me mua. Arbeni e dërgoi mesazhin dhe mbylli llogarinë. Fshiu profilin. Preu të vetmin fije që e mbante ende të lidhur me atë gënjeshtër. Dhe pastaj u ul në dyshemen e zyrës dhe e la fajin ta konsumonte. Mirea e lexoi mesazhin 3 herë. 4. 5. Nuk mund ta besonte. Genti po largohej. I vetmi burr që e kishte bërë të ndihej e parë, e dëshiruar, e dashuruar, po largohej. Dhe ajo nuk e kuptonte pse. Nuk e kuptonte se çfarë kishte bërë gabim. Nuk e kuptonte se si diçka që dukej kaq reale mund të zhdukej kaq shpejt. Qau për orë të tëra. Qau derisa nuk kishte më lodh. Dhe kur e qara pushoi, ndjeu diçka më të keqe se trishtimi. Ndjeu boshllëkun. Boshllëkun që kishte jetuar për vite me radhë para se të njihte Gentin. Boshllëkun që kishte harruar se ekzistonte. Dezaktivizoi llogarinë në rrjetin social. Nuk donte më të dinte për lidhje virtuale. Nuk donte më të besonte në premtime të padukshme. Donte vetëm të kthehej të ishte ajo që ishte më parë. Vajza e padukshme që kalonte pa u vënë re. Sepse të paktën kështu nuk dhemte aq shumë. Por jeta ka një mënyrë mizore për të mos na lënë të dorëzohemi kaq lehtë. Të nesërmen, kur Mirea mbërriti për të punuar në vil, Arbeni e priste në sallon. Ai kishte sytë e kuq, pamjen e lënë pas dore, dhe për herë të parë, Mirea vuri re se sa i thyer dukej. Mirea, ulu, të lutem.
Ajo u bind, zëri i burrit mbante një urgjencë që e frikësoi. Ka ndodhur diçka? Arbeni mori frym thellë. Donte t'i tregonte të vërtetën. Donte t'i thoshte se kush ishte ai vërtet, çfarë kishte bërë, pse kishte gënjur. Por fjalët nuk i dilnin. Në vend të kësaj, tha diçka tjetër. Do të doja të bëja një propozim. E di që jeton larg. E di që udhëtimi deri këtu është i lodhshëm. Ç'thon sikur të vije disa net dhe të qëndroje këtu? Ka dhoma sa të duash. Mund të pushoje më mirë, të zgjoheshe më vonë. Do të ishte më rehat për ty Mirea qëndroi në heshtje. Propozimi ishte bujar. Por kishte diçka të çuditshme në të. Diçka që nuk kishte kuptim. Pse po e bëni këtë? Arbeni hezitoi. Dhe pastaj, për herë të parë, tha diçka që ishte plotësisht e vërtetë. Sepse shtëpia bëhet më pak bosh kur je ti këtu. Mirea ndjeu diçka të thyej brenda saj. Ose ndoshta të rregullohej. Nuk e dinte me siguri. Por pranoi. Pranoi sepse i duhej diçka që ta pengonte të shkërmoqej. Pranoi sepse, në një farë mënyre, ai burri i trishtuar i vilës së heshtur ishte bërë i rëndësishëm për të. Dhe kështu Mirea filloi të kalonte netët në vilë. Flinte në një dhomë në katin e dytë, zgjohej me aromën e kafes që përgatiste teto Zana, pastronte shtëpinë gjatë ditës dhe natën ulej në sallon me Arbenin. Bisedonin për gjithçka dhe asgjë. Ai i tregonte histori nga kompania për sfidat e drejtimit të një perandorie që nuk e kishte zgjedhur. Ajo i tregonte për fëmijërinë, për nënën që kishte humbur, për ëndrat që i kishte ruajtur thellë në sirtar sepse dukej e pamundur t'i arrinte. Një natë, ndërsa bisedonin, Arbeni mori kitarën që ishte lënë në një cep të sallonit prej vitesh. Mirea dëgjoi tingullin e telave që akordoheshin. I bini? I bia. Ka kohë që nuk e prej. Luaj diçka për mua. Arbeni hezitoi, por pastaj filloi të luante. Ishte një muzikë e thjeshtë, melankolike, plot pauza që thoshin më shumë se notat. Mirea mbylli sytë dhe u la të shkonte. Dhe kur ai mbaroi, kishte lot në fytyrë. Është e bukur. Si quhet? Nuk ka emër. E kam kompozuar shumë kohë më parë. Për dikë që nuk është më këtu. Mirea e kuptoi. Nuk kishte nevojë për shpjegime. E dinte se ajo muzikë ishte një pjesë e dhimbjes së tij. Një pjesë që ai kishte zgjedhur ta ndante me të. Arbeni e vuri kitarën mënjan dhe u ul pranë Mireas në divan. Qëndruan në heshtje për minuta të gjata, vetëm duke ndjerë praninë e njëri tjetrit. Dhe pastaj, në një impuls që nuk mundi ta kontrollonte, Arbeni i kapi dorën. Mirea e ndjeu prekjen dhe nuk u largua. Përkundrazi, gërshetoi gishtat e saj me të tillë. Dhe aty, në atë heshtje të ngarkuar me kuptime, diçka ndryshoi. Nuk ishte dashuri ende. Nuk ishte siguri. Por ishte fillimi i diçkaje. Një shkëndi e brisht, por e vërtet. Teto Zana vëzhgonte gjithçka nga larg. E dinte se Arbeni po luante një lojë të rrezikshme. E dinte se e vërteta, eventualisht, do të dilte në shesh. Dhe kur të dilte, do të ishte shkatëruese. Por shihte edhe diçka që nuk e shihte prej vitesh. Shihte shpresë. Shihte jetë. Dhe uronte në heshtje që në një farë mënyre kjo të funksiononte. Sepse ndonjëherë njerëzit kanë nevojë për një shans të dytë. Edhe kur nuk e meritojnë. Edhe kur e vërteta është një bombë me sahat që pret të shpërthejë. Ditët në vil filluan të merrnin një rutinë që Mirea kur nuk e kishte imagjinuar se do ta kishte. Zgjohej herët, pinte kafe me teto Zanën në kuzhinën e gjerë ndërsa dëgjonin radio dhe pastaj fillonte punën. Por puna kishte pushuar se qeni thjesht punë. Ishte bërë një mënyrë për të banuar atë hapësirë, për të ndjerë pjesë e atij vendi që më parë dukej kaq i largët nga realiteti i saj. Dhe Arbeni ishte gjithmonë afër. Jo në mënyrë ndërhyrëse, por i pranishëm. Ndonjëherë punonte në zyrë me derën hapur vetëm për të dëgjuar Mirean duke kënduar nën zë ndërsa rregullonte mobiljet. Herë të tjera shfaqej në kuzhinë në mes të pasdites duke kërkuar një kafe, vetëm për të shkëmbyer disa fjalë me të. Dhe çdo natë, pa përjashtim, e thërriste në sallon. Për të biseduar. Për të dëgjuar muzikë. Për të qenë thjesht aty. Mirea ndjente se diçka po ndryshonte brenda saj.
Dhimbja për largimin e Gentit ishte ende aty, por kishte filluar të shndërrohej në diçka tjetër. Një pranim melankolik. Një kuptim se disa njerëz hyjnë në jetën tonë vetëm për të na mësuar se jemi të aftë të ndjejmë dhe pastaj largohen. Dhe ndoshta ky ishte roli i Gentit. Ti mësonte se ajo meritonte të dashurohej. Dhe tani ishte ai burr. Burri i vilës së heshtur që kur nuk e zbulonte emrin e tij të plot, por që pak nga pak po zbulonte shpirtin e tij. Mirea nuk e kuptonte plotësisht se çfarë ndjente për të. Ishte ndryshe nga ajo që kishte ndjerë për Gentin. Me Gentin gjithçka ishte e lehtë, virtuale, e sigurt. Me atë burr gjithçka ishte intensive, reale, e frikshme. Sepse aty nuk kishte ekrane për t'u fshehur. Aty ishte ajo dhe ai në gjithë njerëzillkun e tyre. Të papërsosur. Një të premte mbrëma, pas një jave veçanërisht të vështirë ku Arbeni kishte pasur probleme në kompani, ai erdhi në shtëpi më vonë se zakonisht. Mirea ishte në salon duke dëgjuar muzikë në celular me kufje. Nuk e dëgjoi të vinte. Arbeni ndaloi në derë dhe qëndroi duke e vëzhguar. Ajo lëkunte lehtë kokën në ritmin e muzikës, buzët lëviznin në heshtje duke shoqëruar tekstin. Kishte diçka kaq të pastër në atë skenë saqë Arbeni ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. U afrua ngadalë dhe i preku lehtë shpatullën. Mirea hoqi kufjet, e trembur. Më fal. Nuk doja të trembja. Në rregull. Nuk të dëgjova të vije. Si ishte dita? Arbeni u ul pranë saj në divan duke lëshuar një pëshertim të lodhur. E vështirë. Ndonjëherë mendoj se mbaj peshën e vendimeve që jo gjithmonë janë të mia. Kompania u themelua nga gjyshi im, u ndërtua nga babai im. Dhe unë trashëgova gjithë këtë pa e zgjedhur. Ndonjëherë pyes veten si do të kishte qenë jeta ime nëse do të kisha zgjedhur një rrugë tjetër. Mirea u kthye në drejtim të tij me shprehje mendimtare. Dhe cilën rrugë do të kishe zgjedhur? Arbeni mendoi për një moment të gjatë para se të përgjigjej. Ndoshta do të isha muzikant. Ose mësues. Diçka e thjeshtë. Diçka që nuk kërkonte të isha dikush që nuk jam. Mirea buzëqeshi, një buzëqeshje e trishtuar por kuptuese. Mendoj se të gjithë mbajnë një peshë. Unë mbaj peshën e të qenit e padukshme. Ti mban peshën e të qenit tepër i dukshëm. Në fund, të dy duam vetëm të na shohin në mënyrën e duhur. Nga personi i duhur. Arbeni e shikoi dhe ndjeu diçka të lëvizte brenda gjoksit. Një dëshirë pothuajse e pakontrollueshme për t'i treguar të vërtetën. Për t'i thënë se ai ishte Genti. Se kishte qenë ai gjatë gjithë kohës. Se e kishte njohur së pari përmes ekranit sepse ishte tepër frikacak për të rrezikuar në botën reale. Por fjalët nuk i dilnin. Sepse e dinte se nëse do t'i tregonte, do të humbiste gjithçka. Do të humbiste besimin e saj. Do të humbiste mënyrën se si ajo e shikonte, sikur ai të ishte thjesht një burr. Jo një miliarder. Jo një gënjeshtër. Thjesht një burr. Në vend të kësaj, bëri diçka tjetër. Diçka që nuk e planifikoi. I kapi fytyrën mes duarve me delikatesë, sikur ajo të ishte bërë nga diçka e brish. Mirea e ndjeu prekjen dhe zemra i rahu fort. Asnjëri nuk lëvizi. Qëndruan aty duke thithur të njëjtin ajër, duke ndjerë tensionin të rritej mes tyre si një litar që shtrihej deri në limin. Mundem, përshpëriti Arbeni, zëri i ngjirur nga emocioni. Mirea nuk i besoi zërit të saj për t'u përgjigjur. Vetëm pohoi me kokë. Dhe pastaj, për herë të parë pas vitesh, Arbeni puthi dik. Nuk ishte një puthje e dëshpëruar apo e nxituar. Ishte e ngadaltë, e kujdesshme, e ngarkuar me të gjitha ndjenjat që ai nuk dinte t'i shprehte me fjalë. Dhe Mirea ju përgjigj duke ndjerë diçka brenda saj të shkrihej dhe të rindërtohej në të njëjtën kohë. Kur u larguan, të dy ishin pa frymë. Mirea çoi dorën te buzët, ende duke ndjerë shijen e tij. Arbeni i kapi dorën dhe ja solli përsëri, duke gërshetuar gishtat e tyre. Nuk e di se çfarë po bëj, rrëfeu ai. Ka kaq shumë kohë që nuk ndjej diçka të tillë saqë kam harruar si është. Por e di që nuk dua të largohesh. Nuk dua që kjo të jetë thjesht një natë tjetër. Mirea ndjeu syt t'i digjinin. Kishte një sinqeritet brutal në ato fjalë që e tronditi. As unë nuk e di se çfarë po bëj. Por e di që kur jam pranë teje, ndjej se më në fund ekzistoj.
Dhe kjo është gjithçka që kam dashur gjithmonë. Ata qëndruan të përqafuar në divan për orë të tëra, thjesht duke ekzistuar në krahët e njëri tjetrit. Arbeni ndjeu për herë të parë që nga humbja e Anilës se ndoshta kishte vend për diçka të re. Jo për të zëvendësuar atë që kishte humbur, por për të ndërtuar diçka ndryshe. Diçka që të ishte vetëm e tij dhe e saj. Teto Zana, e cila kishte vëzhguar gjithçka nga larg, u ngjit në dhomën e saj me zemrën të shtrënguar. E dinte se kjo nuk do të përfundonte mirë. E dinte se e vërteta eventualisht do të dilte në shesh. Por e dinte gjithashtu se nuk i takonte asaj të ndërhynte. Disa mësime duhen mësuar në mënyrën më të dhimbshme. Në javët në vijim, Mireja dhe Arbeni u bën të pandashëm. Ai e çonte për darkë në restorante diskrete ku askush nuk do ta njihte. Shëtisnin në përparqet e Tiranës në fund të pasditeve, ai duke i përshkruar ngjyrat e perëndimit të diellit, ndërsa ajo imagjinonte si do të ishte ta shihte atë spektakël me sytë e saj. Shinin filma në shtëpi, ai duke i rrëfyer skenat dhe ajo duke qeshur me shakat që ai shpikte për të mbushur heshtjet. Mireja e kishte harruar Gentin. Ose të paktën e kishte shtyr kujtimin e tij në një cep të errët të mendjes. Sepse tani kishte diçka reale. Kishte dikë që e mbante, që e puthte, që i thoshte se ajo ishte e rëndësishme. Dhe kjo ishte më shumë se sa kishte pasur ndonjëherë. Por Arbeni nuk e kishte harruar. Nuk mundej. Faji e gërryente për brenda si një acid. Çdo puthje ishte një gënjeshtër. Çdo deklarat ishte ndërtuar mbi një themel mashtrimesh. Dhe ai e dinte se eventualisht gjithçka do të shembej. Vetëm nuk e dinte se kur një pasdite të shtunë, Arbeni duhej të shkonte në kompani për të zgjidhur një urgjencë. Mireja mbeti në shtëpi duke shfrytëzuar momentin e rrallë të vetmisë për të eksploruar vilën me më shumë qetësi. U ngjit në katin e tretë, një vend ku rrallë shkonte. Aty kishte një dhomë të mbyllur. Teto Zana kishte përmendur një herë se ishte dhoma e vjetër e shefit, por që ai nuk hynte më aty. Mireja provoi dorezën. Për habin e saj ishte e hapur. Hyri ngadalë duke ndjer atmosferën ndryshe të asaj dhome. Kishte diçka të ndalur në kohë aty. Era ishte e vjetër, me pluhur. Ajo eci me kujdes, shkopi duke prekur lehtë dyshemen, derisa u përplas me diçka. Ishte një komodin. Mbi të gishtat e saj gjetën korniza fotografish. Mori njërën prej tyre dhe e ndjeu. Ishte e rëndë, prej metalit të punuar. Brenda kishte diçka që dukej si një fotografi. Mireja e dinte se kur nuk do ta shihte imazhin, por gjithsesi e mbajti kornizën me kujdes, sikur të mbante diçka të shenjtë. Kush do të ishte në atë foto? Pse ishte ajo dhomë e mbyllur? Pse burri që po fillonte ta donte kishte kaq shumë sekrete? Teto Zana u shfaq në derë, pa frym. Mireja, nuk duhet të jesh këtu. Mireja u kthye, e trembur. Më fal. Dera ishte hapur. Thjesht isha kurioze. Teto Zana hyri në dhomë dhe ja mori kornizën nga duart Mirejas me delikatesë. Kjo ishte dhoma e tij dhe e të fejuarës. Ajo ndëroi jetë 5 vjet më parë. Ai kur nuk ka mundur të hyjë këtu përsëri. Mban gjithçka siç ishte ditën kur ajo iku. Mireja ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. Pra kjo ishte. Burri për të cilin po dashuroi ende mbante zinë e një dashurie të humbur. Dhe ajo? Çfarë ishte ajo? Një zëvendësuese? Një mënyrë që ai të harronte? Apo diçka reale? Ai të do vërtet, tha Teto Zana, sikur të lexonte mendimet e Mirejas. Unë e njoh prej vitesh. Kur nuk e kam parë të shikoj dik ashtu siç të shikon ty as atë. Është ndryshe. Është më e thellë. Sepse ti e pe kur ai ishte i thyrë. Dhe gjithsesi qëndrove. Mireja nuk e dinte nëse i besonte ato fjalë, por donte të besonte. Dëshpërimisht. Atë natë, kur Arbeni u kthye, Mireja ishte e qetë. Ai e vuri re menjëherë se diçka kishte ndryshuar. Çfarë ka ndodhur? Mireja mori frym thellë para se të fliste. Hyra në dhomën e katit të tretë. Teto Zana më tregoi për të fejuarën tënde. Për atë që ndodhi. Arbenit i ngriu gjaku. Për një moment mendoi se ajo kishte zbuluar gjithçka. Por pastaj kuptoi se ajo dinte vetëm për Anilën. Asgjë për Gentin. Asgjë për gënjeshtrën që mbante gjithçka.
Duhej të ta kisha treguar më parë, tha ai, duke u ulur pranë saj. Por është e vështirë të flasësh për këtë. Është një plagë që nuk është shëruar kur plotësisht. E do akoma? Pyetja ishte e drejtë për drejtë, pothuajse brutale. Arbeni mendoi me kujdes para se të përgjigjej. Gjithmonë do ta dua. Ishte një pjesë e rëndësishme e jetës sime. Por ajo që ndjej për ty është ndryshe. Nuk është më e vogël. Nuk është një përpjekje për të zëvendësuar atë që humba. Është diçka e re. Diçka që nuk e kam ndjer kur më parë. Me të, unë isha ai që mendoja se duhej të isha. Me ty, unë jam ai që jam vërtet. Mireja ndjeu lotët t'i rrivnin në përfytyrë. Donte t'u besonte atyre fjalëve. Por kishte diçka që nuk përputhej. Një ndjesi e çuditshme se kishte më shumë sekrete të fshehura në atë vilë. Cili është emri yt I plot? Pyeti papritur. Arbeni ngriu. Ishte një pyetje e thjeshtë, por përgjigja mund të ndryshonte gjithçka. Pse do ta desh? Sepse jemi bashkë prej javësh dhe unë nuk e di as si quhesh vërtet. Të gjithë të quajnë zotëri. Teto Zana kur nuk e thot emrin tënd. Është sikur të jesh një fantazmë. Arbeni e dinte se nuk mund të ikte më. Mori frym thellë. Arben. Emri im është Arben Basha. Mireja qëndroi në heshtje duke procesuar informacionin. Mbiemri I tingëllonte I njohur, por nuk arrinte ta lokalizonte se nga. Basha. Si kompania e ndërtimit. Arbeni mbylli syt. Ja ku ishte. Momenti kur gjithçka fillonte të shembej. Po. Familja ime është pronare e Basha Konstruksion. Unë jam presidenti I kompanisë. Mireja ndjeu dyshemen të zhdukej nën këmbët e saj. Arben Basha. Miliarderi I izoluar që drejtonte një nga perandoritë më të mëdha imobiliare të vendit. Burri që shfaqej në revista, në gazeta, gjithmonë me kostum dhe kravat, gjithmonë me një shprehje të ftohtë dhe distante. Ai burr ishte I njëjti që e puthte çdo natë, I njëjti që I mbante dorën dhe I thoshte se ajo e bënte të ndihej I gjallë. Pse nuk më tregove? Zëri I saj ishte I ulët, pothuajse një pëshpërim. Sepse doja të më njihje ashtu siç jam. Jo siç më sheh bota. Jo si trashëgimtari, biznesmeni, miliarderi. Vetëm si Arben. Një burr I zakonshëm që po përpiqet të mësoj të jetoj përsëri. Mireja u ngrit nga divani, duke pasur nevojë për hapësirë për të procesuar gjithë këtë. Nuk ka asgjë të zakonshme, te ti nuk ka asgjë të zakonshme në këtë situatë. Unë jam një pastruese e verbër që jeton në kombinat. Ti je një nga burrat më të pasur të vendit. Ne nuk kemi. Kuptim. Kemi, këmbënguli Arbeni, duke u ngritur gjithashtu. Kemi sepse ajo që ndjejmë është reale. Sepse kur jemi bashk, asgjë nga këto nuk ka rëndësi. As parat, as ndryshimet, as ajo që mendon bota. Mireja tundi kokën, duke ndjerë gjithçka të shembej brenda saj. Ti nuk e kupton. Për ty, kjo është një zgjedhje. Ti mund të zgjedhësh të injorosh ndryshimet sepse ke privilegjin ta bësh këtë. Po për mua, unë gjithmonë do të jem vajza e varfër që punon në shtëpinë tënde. Gjithmonë do të jem ajo që nuk mund ta shoh botën në të njëjtën mënyrë si ti dhe kjo do të ketë rëndësi. Eventualisht, kjo do të ketë rëndësi. Arbeni ndjeu dëshpërimin ta pushtonte. Po e humbiste. Dhe as nuk ishte për shkak të gënjeshtrës më të keqe. Ishte për diçka që ai nuk mund ta ndryshonte. Për diçka që gjithmonë kishte qenë aty, por që ata kishin zgjedhur ta injoronin. Mireja, të lutem. Mos e bëj këtë. Mos e hidh poshtë atë që kemi për shkak të diçkaje kaq sipërfaqësore. Sipërfaqësore, zëri I saj u ngrit, I ngarkuar me një dhimbje që priste. Ti mendon se ndryshimi mes nesh është sipërfaqësor? Arben, ti jeton në një botë që unë kur nuk do të mund ta arrij. Dhe unë jetoj në një botë që ti kur nuk do të kesh nevojë ta kuptosh. Si mund të funksionojë kjo? Arbeni nuk kishte përgjigje. Sepse thellë e dinte se ajo kishte të drejtë. Por nuk donte ta pranonte. Nuk donte të humbiste të vetmen gjë që e bënte të ndihej njeri. Atë natë, Mireja fjeti në një nga dhomat e miqve. Mbylli derën dhe qau derisa e zuri gjumi. Dhe Arbeni mbeti zgjuar në zyrë, duke pirë dhe duke u rryer veten.
Duke u rryer sepse kishte gënjur. Duke u rryer sepse ishte ai që ishte. Duke u rryer sepse nuk arrinte të ishte thjesht burri që ajo kishte nevojë. Të nesërmen, Mireja u zgjua e vendosur. Nuk mund të qëndronte më aty. Jo derisa të kishte qartësi për atë që ndjente vërtet dhe për atë që do të thoshte ajo marrëdhënie. Zbriti në kuzhinë dhe gjeti Teto Zanën duke përgatitur mëngjesin. Do të kthehem në shtëpi për disa ditë. Duhet të mendoj. Teto Zana pohoi me kokë, por kishte një trishtim në sytë e saj. Ai po vuan, Mireja. Nuk po mbroj zgjedhjet e tij. Por ai po vuan. Edhe unë po vuaj, u përgjigj Mireja, zëri i fortë por i ngarkuar me emocion. Dhe duhet të zbuloj nëse kjo vuajtje ja vlen. Ajo mori gjërat e saj, thiri një taksi dhe u largua nga vila pa u përshëndetur me Arbenin. Ai e vëzhgoi nga dritarja e zyrës, zemra duke ju coptuar me çdo hap që ajo bënte drejt portës. Mireja u kthye në apartamentin në kombinat dhe gjithçka dukej më e vogël, më e ngushtë, më e zbrazët se kurrë. Ishte mësuar me hapësirat e gjera të vilës, me heshtjen e rehatshme, me praninë e vazhdueshme të Arbenit. Dhe tani ishte kthyer në realitetin e saj. Në vetmin që e njihte kaq mirë. Gjatë ditëve në vijim, Arbeni u përpoq të telefononte disa herë. Mireja nuk përgjigjej. Ai i dërgoi mesazhe. Ajo nuk u përgjigj. U përpoq ta vizitonte, por ajo nuk e hapi derën. Dhe pak nga pak, Arbeni filloi të kuptonte se ndoshta e kishte humbur vërtet. Atëherë mori një vendim të dëshpëruar. Nëse nuk mund ta kishte si Arben, ndoshta mund të fliste me të si Genti. Vetëm edhe një herë. Vetëm për të kuptuar se çfarë po ndjente ajo. Riaktivizoi profilin e vjetër dhe i dërgoi një mesazh. Mireja, jam unë. E di që isha frikatca. E di që ika kur duhej të kisha qëndruar. Por duhet të di nëse je mirë. Duhet të di nëse një ditë do të mund të më falësh. Mireja e pa mesazhin në celular dhe bota ndaloi. Genti. Ai ishte kthyer. Pas javësh, pasi ajo kishte rindërtuar jetën e saj rreth një personi tjetër, ai kthehej. Dhe pjesa më e keqe? Një pjesë e saj u gëzua. Një pjesë e saj ende ruante një vend për atë burr virtual që kishte qenë i pari që e kishte bërë të ndihej se ekzistonte. Ajo nuk u përgjigj menjëherë. Qëndroi me orë të tëra duke parë mesazhin e ndarë mes zemërimit dhe lehtësimit. Mes të kaluarës dhe të tashmes. Mes dy burrave që, pa e ditur ajo, ishin i njëjti person. Dhe ndërkohë, Arbeni priste në anën tjetër të ekranit, zemra cop, duke ditur se po luante lojën e fundit. Lojën që mund ta shpëtonte ose ta shkatëronte plotësisht. Sepse ndonjëherë e vërteta nuk të çliron. Ndonjëherë e vërteta vetëm zbulon se sa të burgosur kemi qenë gjatë gjithë kohës. Mireja kaloi 3 ditë duke parë atë mesazh. 3 ditë në të cilat bota dukej e pezulluar mes dy realiteteve të pamundura. Nga njëra anë, Arben Basha, miliarderi që e kishte puthur, që i kishte mbajtur dorën dhe i kishte premtuar se ajo e bënte të ndihej i gjallë. Nga ana tjetër, Genti, burri virtual që kishte qenë i pari që e kishte parë vërtet, që ishte zhdukur pa shpjegime dhe tani kthehej duke kërkuar falje. 2 burra. 2 botë. Dhe Mireja, në qendër të gjithçkaje, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë donte vërtet zemra e saj. Në mëngjesin e ditës së 4, ndërsa pinte kafe vetëm në kuzhinën e vogël të apartamentit, Mireja më në fund u përgjigj. Genti, nuk e di nëse mund të fal. Ti më bëre të besoj se kishte dikë që më shite. Përtej verbërisë, përtej padukshmërisë. Dhe pastaj u zhduke. Le një zbrazëti që unë kalova javë të tëra duke u përpjekur ta mbushja. Njoha dikë. Dikë real. Dhe tani ti kthehesh dhe gjithçka bëhet konfuze përsëri. Çfarë do nga unë? Arbeni e lexoi mesazhin ulur në zyrën e vilës, me radhë të zinj poshtë syve. Nuk kishte fjetur mirë që kur Mireja ishte larguar. Faji e konsumonte si një zjarr i ngadaltë. Ajo kishte njohur dikë. Sigurisht që po. Dhe ai dikush ishte ai vetë. Ironia ishte kaq mizore sa që gati ishte komike. Gati. Shkroi përgjigjen me duar që i dridheshin. Dua të di nëse ka ende një shans për ne. E di që nuk e meritoj. E di që isha frikatca.
Por nuk mund të ndaloj se menduari për ty nuk mund ta pranoj se hodha poshtë të vetmen lidhje reale që kam pasur në vite. Mireja, unë di për dikë që ke një orë. Dhe nëse ai të bën të lumtur, unë do ta respektoj. Do të zhdukem përsëri, këtë herë për gjithmonë. Por nëse ka ende një pjesë tënde që ruan diçka për mua, të lutem, më thuaj. Sepse kam nevojë të di nëse kam ende një shans për të rregulluar atë që shkatërrova. Mireja i lexoi ato fjalë dhe ndjeu gjoksin t'i shtrëngoi. Si ishte e mundur të ndjeje diçka për dy persona në të njëjtën kohë? Si ishte e mundur të ishe e zemëruar me dikë dhe prapë të merrte malli për të? Ju deshën orë për t'u përgjigjur duke peshuar çdo fjalë. Genti, ajo që ndjeja për ty ishte reale. Por bazohej në biseda, në mesazhe, në një version tëndin që kur nuk munda ta prekja. Me të, është ndryshe. Është e prekshme. Është e frikshme sepse është tepër reale. Por është gjithashtu e komplikuar. Ka dallime mes nesh që duken të pamundura për t'u kapërcyer. Kështu që nuk e di. Nuk e di se çfarë ndjej. Nuk e di se çfarë dua. Di vetëm se jam e lodhur duke u ndjerë ndar. Arbeni e lexoi atë mesazh dhe mori vendimin më të pamatur të jetës së tij. Duhej ta shihte. Duhej të ishte pranë saj, edhe nëse do të ishte hera e fundit. Por jo si Arben. Jo akoma. Si Genti. Duhej që ajo të zgjidhte mes të dyve, edhe nëse ajo zgjedhje ishte një farsë. Sepse vetëm kështu do ta dinte nëse ajo që ndjente për të si Arben ishte mjaft e fortë për të mbijetuar të vërtetën. Mireja, mund të takoj? Personalisht? E di që është e çuditshme pas kaq shumë kohe. E di që mund të thuash jo. Por duhet të shikoj në sy dhe të them gjithçka që nuk munda të them më parë. Të lutem. Mireja ndjeu zemrën t'i rritë fort. Genti donte ta takonte. Pas muajsh bisedash vetëm përmes ekraneve, ai donte një takim real. Një pjesë e saj bërtiste jo, se ishte një ide e tmerrshme, se ajo ishte lënduar mjaftueshëm. Por një pjesë tjetër, pjesa që ende ruante fluturat e para në stomak që ai kishte shkaktuar, donte dëshpërimisht të thoshte po. Ku, shkroi, para se të mund të ndryshonte mendje. Arbeni sugjeroi një kafene të vogël dhe diskrete në lagjen e pazarit të ri. Një vend neutral, ku e dinte se nuk do të njihej. E lam për të shtunën pasardhëse, në orën 3 pasdite. Ndërkohë, Arbeni hartoi një plan të dëshpëruar. Do t'i kërkonte një miku të shkonte në vend të tij, të takonte Mirean dhe t'i shpjegonte se Genti kishte pasur një urgjencë të minutës së fundit. Do të ishte justifikimi i përsosur për të zhdukur përsëri, për të lënë rrugën të lirë që ajo të kthehej tek ai si Arben. Ishte manipulim? Po. Ishte mizore? Gjithashtu. Por Arbeni ishte i dëshpëruar. Dhe burrat e dëshpëruar bëjnë zgjedhje të tmerrshme. E shtuna erdhi gri dhe e ftohtë. Mireja u zgjua me stomakun të mbledhur. Ndërroi rrobat 3 herë para se më në fund të zgjidhte një fustan të thjeshtë ngjyrë vishnje që ema ja kishte dhënë vite më parë. Mblodhi flokët, vuri një buzëkuq dhe mori shkopin. Thiri një makinë me aplikacion që e çoi në kafene. Kur hyri në lokal, aroma e kafes së freskët e mbështolli. I kërkoi ndihmë kamerierit për të gjetur një tavolinë pranë dritares. U ul, zemra i rrite aq fort sa që ishte e sigurt se të gjithë përreth mund ta dëgjonin. 3:15. 3:30. 3:45. Genti nuk u shfaq. Mireja ndjeu zhgënjimin të rritej në gjoks si një bim helmuese. Sigurisht që nuk do të vinte. Sigurisht që ishte gjithçka një gënjeshtër. Mori shkopin, gati për t'u larguar, kur dëgjoi hapa të shpejt që afroheshin. Mireja? Ajo ngriu. E njihte atë zë. Por nuk ishte zëri që priste. Ishte tjetër. Një zë që e njihte po aq mirë sa frymëmarrjen e saj. Arben? Ai ul në karrigen përballë saj, pa frymë, sikur të kishte vrapuar deri aty. Mund ta shpjegoj. Mireja ndjeu konfuzionin ta pushtonte. Çfarë po bënte Arbeni aty? Si e dinte ai se ajo do të ishte në atë vend? Të shpjegosh çfarë? Si e dije që isha këtu? Arbeni mori frymë thellë. Ishte tani. Nuk kishte më kthim. Ose do t'i tregonte të vërtetën, ose do ta humbiste për gjithmonë.
Dhe nga të gjitha gjërat e këqija që kishte bërë, të humbiste Miriam ishte e vetmja gjë që nuk do ta duronte dot. Sepse unë jam Genti. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Miriam mbeti e palvizshme, fytyra i humbi gjithë ngjyrën. Për një moment të gjatë, nuk tha asgjë. Vetëm procesoi ato 4 fjalë që ndryshonin gjithçka. Çfarë? Zëri i saj doli si një përshpërim e dobët, pothuajse e padëgjueshme. Unë jam Genti, Mirea. Burri me të cilin ke biseduar për muaj të tërë. Profili në rrjetin social. Mesazhet. Gjithçka isha unë. E krijova atë identitet në një natë kur vetmia ishte tepër e padurueshme. Nuk kisha ndërmend të njihja askënd vërtet. Por pastaj të gjeta ty dhe për herë të parë pas vitesh, ndjeva diçka. Diçka që mendova se nuk do ta ndjeja kurrë më. Mirea u ngrit vrullshëm, duke rrëzuar karrigen. Njerëzit përreth shikuan, por asaj nuk i bëhej vonë. Ndjeu lotët t'i digjnin syt, zemërimi dhe dhimbja të përziheshin në një stuj brenda gjoksit. Ti ke gënjur. Gjatë gjithë kësaj kohe, ti ke gënjur. E di. Dhe nuk kam justifikim. Isha frikacak. Kisha frikë se nëse do ta dije se kush isha unë vërtet, nuk do të doje asgjë me mua. Se do të shije vetëm parat, mbiemrin, perandorin. Doja të më njihje ashtu siç jam vërtet. Pa maska. Mirea tundi kokën, lotët tani i rridhnin lirshëm në përfytyrë. Ti nuk më dhe zgjidhje. Nuk më dhe mundësin të vendosja nëse doja të njihja vërtet. Ti më manipulove. Më bëre të dashurohesha me 2 versione të tuat pa e ditur se ishin i njëjti person. Si mendon se më bën të ndihem kjo? Arbeni u ngrit gjithashtu, dëshpërimi i dukshëm në zë. Mirea, të lutem. E di që gabova. E di që nuk kam të drejtë të kërkoj falje. Por duhet të dish se gjithçka që ndjeva ishte reale. Çdo bisedë, çdo fjalë, çdo moment. Nuk ishte gënjeshtër. I vetmi mashtrim ishte emri. Por ndjenjat e mia kanë qenë gjithmonë të vërteta. Mirea bëri një hap prapa, duke krijuar distancë mes tyre. Po Anila? Edhe ajo i dinte gënjeshtrat e tua? Apo fillove të gënjesh vetëm pasi ajo iku? Përmendja e Anilës ishte si një thik në gjoksin e Arbenit. Ai mbylli syt, dhimbja e së kaluarës u përzier me dhimbjen e së tashmes. Anila nuk ka të bëjë me këtë. Ka. Ti the se e humbe. Se kur nuk e ka përceve. Dhe tani do që unë të besoj se më do vërtet? Si mund të besoj në çdo gjë që thua kur gjithçka është ndërtuar mbi gënjeshtra? Arbeni nuk kishte përgjigje. Sepse ajo kishte të drejtë. Gjithçka ishte ndërtuar mbi gënjeshtra. Dhe tani, e vërteta po shkatëronte 2 personat e përfshirë. Mirea mori shkopin dhe filloi të dilte nga kafeneja. Arbeni e ndoqi. Mirea, prit. Të lutem. Të paktën më lër të çoj në shtëpi. Nuk dua asgjë nga ti, Arben. Ose Genti. Ose kushdo që je vërtet. Dua vetëm të më lësh të qetë. Ajo doli në rrugë dhe thiri një makinë me aplikacion. Arbeni mbeti në trotuar duke e parë të largohej. Dhe për herë të dytë në jetë, ndjeu se kishte humbur dikë që donte. Vetëm se këtë herë, faji ishte tërësisht i tij. Në javët në vijim, Mirea u mbyll plotësisht. Nuk u përgjigjej mesazheve, nuk i përgjigjej telefonatave, nuk ja hapte derën askujt. I kaloi ditët shtrirë në krevat, duke alternuar mes të qarës dhe një zbraztie emocionale që dukej se nuk kishte fund. Ndihej idiote. Ndihej e përdorur. Ndihej si një pjesë në një lojë rregullat e së cilës nuk i kuptonte. Por më e keqja nga të gjitha ishte se, pavarësisht zemërimit, pavarësisht dhimbjes, pavarësisht tradhtisë, ende ndjente diçka për të. Dhe kjo e bënte më të tërbuar se çdo gjë tjetër. Sepse si mund të donte dikë që kishte gënjur kaq paturpsisht? Si mund t'i merrte malli për dikë që kishte manipuluar ndjenjat e saj? Arbeni gjithashtu nuk ishte mirë. U kthye të mbyllej në vil, duke refuzuar mbledhjet, duke injoruar telefonatat nga kompania. Teto Zana vëzhgonte gjithçka me shqetësim në rritje. Një ditë nuk duroi më dhe hyri në zyrën ku ai kalonte ditët duke pirë dhe duke u ankuar. Duhet të ndalosh me këtë. Arbeni mezi ngriti syt. Nuk kam çfarë të ndaloj, Teto Zana.
Tashmë kam humbur gjithçka. Kujdestarja u ul në karrigen përballë tavolinës me shprehje të ashpër. Nuk ke humbur gjithçka. Ke bërë një gabim. Një gabim të madh, e pranoj. Por ende ke mundësinë ta rregullosh. Si? Ajo nuk do as të ma dëgjoj zërin. Ajo më uren. Dhe ka plotësisht të drejtë. Teto Zana u përkul përpara, zëri më i butë. Ajo nuk të uren, Arben. Ajo është e lënduar. Ka një ndryshim. Urrejtja është e ftohtë, distante. Mërzitja është e nxehtë, e pranishme. Dhe lëndohet vetëm kush ende interesohet. Arbeni më në fund e shikoi një shkëndi e dobët shprese në sy. Dhe çfarë të bëj? Ti I jep kohë. Dhe kur ajo të jetë gati, ti I tregon se ke ndryshuar. Jo me fjalë. Me vepra. Ti I provon se burri që ajo njohu, si Genti ashtu edhe si Arben, ishte real. Sepse thellë nuk ka rëndësi emri. Ka rëndësi se kush je ti vërtet. Por unë nuk e di se kush jam, rrëfeu Arbeni, zëri duke ju thyer. Kalova kaq shumë kohë duke u shtirur sa që harrova. Teto Zana u ngrit dhe I vuri dorën në shpatull. Atëherë ky është momenti për të zbuluar. Jo për të. Për veten tënde. Ndërkohë, Mirea mori një telefonat të papritur. Ishte nga një organizat që promovonte shfaqje muzikore për personat me aftësi të kufizuara. Kishin dëgjuar për të përmes një rekomandimi dhe donin të dinin nëse do të ishte e interesuar të merrte pjesë në një event bamirësie. Do të këndonte për një publik të vogël, por domethënës. Mirea hezitoi. Nuk ndihej gati të ekspozonte zërin e saj, cenueshmërinë e saj për një publik. Por pastaj mendoi për fjalët e së-ëmës. E ëma gjithmonë I thoshte se muzika ishte forma më e sinqertë e ekzistencës. Se kur këndonte, Mirea ishte plotësisht vetvetja, pa barriera, pa frikëra. Pranoi. Eventi do të ishte në një teatër të vogël në qendër të Tiranës, pas 2 javësh. Mirea I kaloi ditët në vijim duke bërë prova, duke zgjedhur këngë që flisnin për dhimbjen, për rifillimet, për guximin për të vazhduar edhe kur gjithçka duke je humbur. Të kënduarit ishte mënyra e saj për të procesuar atë që kishte ndodhur. Për ta shndërruar dhimbjen në diçka të bukur. Ajo që Mirea nuk e dinte ishte se Teto Zana kishte qenë ajo që kishte bërë rekomandimin. Dhe se I kishte treguar Arbenit për eventin. Jo që ai të ndërhynte, por që të kishte mundësinë ta shihte, edhe pse nga larg. Të kuptonte se kush ishte ajo vërtet kur ishte plotësisht autentike. Në natën e eventit, teatri ishte plot. Mirea priste në prapasken, zemra I rrite fort, duart I djersiteshin. Kur nuk kishte kënduar për një publik të vërtetë. Kur nuk ishte ekspozuar në këtë mënyrë. Por diçka brenda saj e dinte se duhej ta bënte këtë. Duhej t'i provonte vetes se ishte më shumë se mërzitjet e saj, më shumë se plagët e saj. Kur emri I saj u thirr, u ngjit në skenë me ndihmën e një producenteje. U ul në stol, rregulloi mikrofonin dhe mori frym thellë. Kënga e parë do të ishte rrjedh në këngë e ligjërime, e Vaçe Zelës. Një këngë për rrugët, për kërkimet, për shpresën për të arritur diku edhe kur rruga është e errët. Kur filloi të këndonte, teatri ra në heshtje absolute. Zëri I saj, I ngarkuar me gjithë dhimbjen dhe gjithë shpresën që mbante, mbushi çdo cep të asaj hapësire. Njerëzit dëgjonin të hipnotizuar. Dhe në fund të teatrit, në një nga rreshtat e fundit, Arbeni dëgjonte me lok që I rridhnin nëpër fytyrë. Ishte I njëjti zë që kishte dëgjuar duke kënduar nëpër korridoret e vilës. I njëjti zë që kishte regjistruar fshehurazi dhe e dëgjonte në agimet pa gjumë. Por tani ishte ndryshe. Tani ajo po këndonte për botën. Po tregonte shpirtin e saj për qindra njerëz. Dhe ishte gjëja më e guximshme që ai kishte parë ndonjëherë dikë të bënte. Kur Mirea mbaroi këngën e fundit, teatri shpërtheu në duartrokitje. Ajo u ngrit, bëri një përkulje të ndrojtur dhe doli nga skena me zemrën ende të shpejt, por më të lehtë se sa kishte qenë në javë. E kishte bërë. E kishte lejuar veten të shihej. Dhe bota nuk ishte shembur. Në prapasken, ndërsa merrte urimet nga organizata, një producente u afrua. Mirea, ka dikush që do të donte të fliste me ty, thotë se është e rëndësishme. Mirea ndjeu stomakun t'i përdridhej. E dinte se kush ishte para se të dëgjonte zërin. Mirea.
Arbeni ishte aty, pak metra larg. Ajo mund ta ndjente praninë e tij siç e ndjente gjithmonë. Sikur trupi i saj ta njihte të tijin edhe pa e parë. Çfarë po bën këtu? Erdha të dëgjoj të këndosh. Erdha të shoh të jesh vetvetja. Dhe ishte gjëja më e bukur që kam dëshmuar ndonjëherë. Mirea tundi kokën, zemërimi duke u kthyer. Ti nuk ke të drejtë të jesh këtu. Nuk ke të drejtë të shfaqesh në jetën time sa herë që do e di. Por duhej të thoja diçka. Dhe nëse pas kësaj do që unë të zhdukem përgjithmonë, unë do ta respektoj. Premtoj. Mirea kryqëzoi krahët me qëndrim mbrojtës. Atëherë thuaje shpejt. Arbeni mori frym thellë, fjalët duke dalë me vështirësi. Të gënjeva. Por jo për atë që ndjeva. Çdo bisedë që patëm, si Genti apo si Arben, ishte reale. Çdo ndjenjë ishte e vërtetë. Fsheha vetëm emrin sepse kisha frikë. Frikë se nëse do ta dije se kush isha, nuk do të më jepje një shans. Dhe e di që kjo është egoiste. E di që duhej të kisha besuar. Por isha kaq i mësuar të më shihnin vetëm për atë që kam, jo për atë që jam, saqë harrova se ka njerëz të aftë të shohin përtej kësaj. Dhe ti je një nga ata njerëz. Gjithmonë ke qenë. Mirea ndjeu syt t'i digjinin, por nuk i la lotët të binin. Dhe çfarë do që unë të bëj me këtë, Arben? Të fal? Të bëj sikur nuk u manipulova? Të pranoj se është në rregull që ti ke luajtur me ndjenjat e mia? Nuk dua të bësh sikur asgjë. Dua vetëm një shans për të provuar se mund të jem më i mirë. Se mund të jem burri që ti meriton. Jo miliarderi. Jo pronari i vilës. Vetëm Arben. Vetëm burri që u dashurua me ty sepse ti e bëre të kujtonte se ishte ende e mundur të ndjente. Mirea qëndroi në heshtje për një moment të gjatë. Një pjesë e saj donte të bërtiste, ta përzinte, të priste çdo lidhje që ende ekzistonte. Por një pjesë tjetër, pjesa që ende ruante të gjitha momentet e mira, të gjitha bisedat, të gjitha puthjet, donte të besonte. Donte t'i jepte një shans. Edhe pse e dinte se mund të lëndohej përsëri. Kam nevojë për kohë, tha më në fund. Kam nevojë për hapësirë për të kuptuar se çfarë ndjej vërtet. Pa ty afër. Pa presion. Vetëm unë dhe mendimet e mia. Arbeni pohoi me kokë, edhe pse çdo fije e qenies së tij bërtiste të mos e linte të ikte. Sa kohë të duhet? Do të jem duke pritur. Mirea doli nga teatri atë natë me zemrën të ndarë mes dhimbjes dhe shpresës. Dhe Arbeni u kthye në vilë duke ditur se kishte bërë gjithçka që mundej. Tani, i mbetej vetëm të priste dhe të shpresonte se dashuria do të ishte më e fortë se gënjeshtrat që gati e shkatëruan. Javët që pasuan ishin më të heshturat në jetën e Mireas. Jo një heshtje e zbrazët, por një heshtje plot reflektime, pyetje, një zhytje e thellë në gjithçka që kishte jetuar muajt e fundit. U kthye në rutinën e kërkimit të punëve, por tani kishte diçka ndryshe tek ajo. Një besim që nuk ekzistonte më parë. Shfaqja në teatr i kishte treguar se ishte e aftë të shihej, të dëgjohej, të ekzistonte plotësisht. Dhe kjo ndryshonte gjithçka. Arbeni e respektoi kërkesën për hapësirë. Nuk dërgoi mesazhe, nuk telefonoi, nuk u shfaq. Por kjo nuk do të thoshte se kishte hequr dorë. Përkundrazi. Për herë të parë në jetë, filloi të punonte me veten. Kërkoi një terapist, diçka që kur nuk e kishte konsideruar të nevojshme. Filloi të merrte pjesë në mbledhjet e kompanisë personalisht, të rilidhej me botën që kishte braktisur. Dhe çdo natë, para se të flinte, dëgjonte regjistrimin e zërit të Mireas duke kënduar. Ishte mënyra e tij për të kujtuar pse po përpiqej të ishte më i mirë. Teto Zana vëzhgonte ndryshimet me kënaqësi diskrete. Shihte Arbenin të zgjohej më herët, të kujdesej për pamjen, të buzëqeshte herë pas here. Shihte një burr që po mësonte të jetonte përsëri, jo për dikë tjetër, por për veten e tij. Dhe uronte që, kur Mirea të ishte gati, të kishte ende vend që të dy të provonin përsëri. Një muaj pas eventit në teatr, Mirea mori një ftesë të papritur. Organizata që kishte promovuar shfaqjen e saj donte që ajo të merrte pjesë në një seri koncertesh bamirësie nëpër Shqipëri. Do të ishte një turne i vogël, 3 javë duke vizituar qytete të ndryshme. Mirea hezitoi në fillim, por pastaj kuptoi se kjo ishte pikërisht ajo që i duhej. Distancë. Perspektivë.
një shans për të zbuluar veten larg gjithçkaje që e lidhte me të kaluarën. Pranoj. Turneu filloi në Durrës, pastaj kaloi në Vlorë, Shkodër dhe qytete të tjera. Në çdo vend, Mira këndonte për audienca të vogla por të emocionuara. Njohu njerëz me histori të ngjashme me të saj, njerëz që gjithashtu kishin mësuar ta shndërronin dhimbjen në art dhe me çdo shfaqje, ndihej më e plot, më komplete, më zotëruese e historisë së saj. Ishte në një nga këto qytete, në një bujtin të vogël në Korçë, që Mira më në fund pati qartësi për atë që ndjente. Ishte ulur në dhomë, pas një shfaqjeje tjetër, kur kuptoi se nuk kishte menduar për Arbenin gjatë gjithë ditës. Për herë të parë në muaj, kishte kaluar orë të tëra pa e pushtuar ai mendimet e saj. Dhe çuditërisht, kjo nuk e lehtësoi. Kjo e frikësoi. Sepse kuptoi se të mos mendoje për të nuk do të thoshte se kishte pushuar së dashuruari. Do të thoshte vetëm se kishte mësuar të ekzistonte pa të. Por të ekzistoje pa dik nuk ishte e njëjta gjë si të mos e doje atë person në jetë. Ishte vetëm provë se do të ishte në gjendje të mbijetonte nëse gjërat nuk do të shkonin mirë. Dhe ndoshta kjo ishte ajo që duhej të dinte para se të merrte ndonjë vendim. Mori celularin. Nuk e kishte më numrin e tij të ruajtur, e kishte fshirë në një natë zemërimi. Por e mbante mend për mendësh. Formoi numrin para se të mund të ndryshonte mendje. Arbeni ishte në një mbledhje kur i ra celulari. Pa numrin e panjohur dhe normalisht nuk do t'i përgjigjej, por diçka e bëri të shtypte butonin jeshil. Alo? Përshëndetje. Jam unë. Bota e Arbenit ndaloi. Ishte ajo. Pas javësh heshtjeje, ishte ajo. Mireja, murmuriti, zëri i ngarkuar me emocion. Si je? Jam mirë. Ndryshe. Por mirë. Po udhëtoj, po bëj koncerte. Po zbuloj se kush jam kur nuk po përpiqem të kuptoj se kush janë njerëzit rreth meje. Arbeni mbylli syt, një buzëqeshje e trishtuar në fytyrë. Më vjen mirë ta dëgjoj këtë. Ti meriton të zbulosh veten. Meriton të jesh e lumtur. Pati një pauzë të gjatë. Mireja mori frym thellë para se të vazhdonte. Të telefonova sepse duhet të them diçka. Diçka që e zbulova këto ditë larg. Arbeni ndjeu zemrën t'i rrite fort. Mund të flasësh. Kalova shumë kohë e zemëruar me ty, e zemëruar me gënjeshtrat, me manipulimin, me faktin që u dashurova me dy versione të tuat pa e ditur se ishin i njëjti person. Por sa më shumë mendoja, aq më shumë kuptoja se zemërimi po fshite diçka tjetër. Frikën. Frikën të pranoja se, pavarësisht gjithçkaje, ende ndjej diçka për ty dhe kjo më frikësonte sepse ndjeja se nëse e pranoja, do të isha e dobët. Do të pranoja të mashtrohesha. Por pastaj kuptova se të duash dikë që ka bërë gabime nuk më bën të dobët. Më bën njeri. Arbeni ndjeu syt t'i digjinin. U ngrit nga tavolina e mbledhjes dhe doli nga salla, duke injoruar shikimet kurioze të drejtuesve. Mireja, ti nuk e ke idenë se çfarë do. Të thon këto fjalë për mua. Prit, nuk kam mbaruar akoma. Nuk po them se të fal plotësisht. Nuk po them se gjithçka është në rregull. Sepse nuk është. Ti më lëndove në një mënyrë që do të duhet kohë për t'u shëruar. Por po them se dua të provoj. Dua të shoh nëse mund të ndërtojmë diçka reale nga rënojat e asaj që ishte. Por vetëm nëse premton një gjë. Çdo gjë. Premto se nuk do të gënjesh më. Pavarësisht se sa e vështirë është e vërteta. Pavarësisht se sa mendon se një gënjeshtër do të më mbrojë. Premto se, nga tani e tutje, do të ketë vetëm sinqeritet mes nesh. Sepse nuk mund të dua dikë të cilit nuk i besoj. Dhe kam nevojë të besoj. Arbeni ndjeu lotët t'i rridhnin në përfytyr, diçka që rrallë ndodhte. Premtoj, Mireja. Premtoj se kur më nuk do të mashtroj. Premtoj se do të kaloj pjesën tjetër të jetës duke provuar se e meritoj besimin tënd. Premtoj se do të jem burri që ti pe tek unë, edhe kur unë nuk mund ta shija tek vetja. Mireja ndjeu lotët e saj të binin. Atëherë kur të kthehem, do të flasim. Vërtet. Pa maska. Pa profile të rreme. Vetëm unë dhe ti dhe do të shohim nëse mund të gjejmë një rrugë së bashku. Kur kthehesh? Pas një jave. Turneu mbaron të dielën. Unë do të vi të marr në terminalin e autobusëve. Mireja buzëqeshi, një buzëqeshje e vogël por e sinqertë.
Në rregull. Shihemi javën tjetër, Arben. Shihemi javën tjetër, Mirea. Kur e mbyllën, të dy mbetën në këmbë për minuta të gjata, duke procesuar atë që kishte ndodhur. Një shans i dytë. Një mundësi për të rifilluar. Nuk ishte garanci se do të funksiononte, por ishte një mundësi. Dhe ndonjëherë, mundësia është gjithçka që na duhet. Java e fundit e turneut kaloi shpejt. Mirea këndoi me më shumë emocion se kur, çdo këngë e ngarkuar me gjithë udhëtimin që kishte përjetuar. Dhe kur më në fund hyri në autobusin e kthimit për në Tiranë, ndjeu një përzierje ankthi dhe shprese që e shoqëroi gjatë gjithë udhëtimit. Arbeni e kaloi atë javë duke përgatitur gjithçka. Nuk donte të bënte asgjë ekstravagante apo të bujshme. Donte vetëm të tregonte se e kishte dëgjuar atë që i duhej asaj. Thjeshtësi. Vërtetësi. Prani e sinqertë. Pastroi personalisht dhomën që ajo kishte përdorur në vil, e mbushi me detaje të vogla që e dinte se ajo do t'i vlerësonte. Libra audio që kishte zbuluar se ajo i adhuronte. Çajra të veçantë. Një kitar të re, në rast se ajo donte të mësonte t'i binte. Teto Zana vëzhgonte gjithçka me një buzëqeshje diskrete. Je nervoz, komentoi një pasdite ndërsa përgatisnin darkën së bashku. I tmerruar, pranoi Arbeni. Po sikur ajo të vijë këtu dhe të kuptoj se unë vazhdoj të jem i njëjti person që gënjeu? Po sikur të mos mjaftoj? Teto Zana i vuri dorën në krah. Arben, ti nuk je më i njëjti person. Të kam parë të ndryshosh javët e fundit. Të kam parë të përballesh me demonet e tu, të kërkosh ndihmë, të hapesh me botën përsëri. Kjo ka rëndësi. Dhe nëse Mirea nuk e sheh këtë, atëherë ndoshta nuk ishte e thënë të ishte. Por kam ndjesinë se ajo do ta shoh. Sepse ajo gjithmonë të ka parë më mirë se sa ti e shije veten. Të dielën, Arbeni ishte në terminalin e autobusëve 2 orë para orarit të parashikuar të mbërritjes. Ecte sa andej këtej, duke kontrolluar celularin çdo minutë. Kur më në fund autobusi mbërriti dhe dyert u hapën, ndjeu zemrën gati t'i dilte nga vendi. Mirea zbriti me çantën e shpinës dhe shkopin në dorë. Kishte një pamje tjetër. Më të sigurt. Më të lehtë. Sikur udhëtimi i kishte hequr një peshë që mbante mbi supe. Arbeni u afrua ngadalë. Mirea. Ajo u kthye në drejtim të zërit, një buzëqeshje e vogël i u shfaq në fytyrë. Arben. Ai e udhëhoqi deri te makina, duke e ndihmuar me çantën. Gjatë rrugës për në vil, biseduan për turneun, për qytetet që ajo kishte vizituar, për njerëzit që kishte njohur. Ishte një bisedë e lehtë, e kujdesshme, plot pauza domethënëse. Kur mbërritën në vil, Mirea ndjeu familjaritetin e vendit. Aromën. Tingujt. Gjersinë e hapësirave. Ishte e çuditshme të ishe kthyer pas kaq shumë kohë larg. Teto Zana i priste në derë me një buzëqeshje të ngrohtë. Mirë se u ktheve, Mirea. Të kam përgatitur çajin tënd të preferuar. Mirea ndjeu sytë t'i digjinin. Ajo shtëpi, ata njerëz, ishin bërë të rëndësishëm për të në një mënyrë që nuk arrinte ta shpjegonte plotësisht. Pas çajit, Arbeni e çoi në kopshtin e pasëm. Kishte përgatitur një surprizë. Ishte një skenë e vogël e montuar me një mikrofon dhe një altoparlan. Çfarë është kjo? Pyeti Mirea. Arbeni mori frym thellë. Ti më le të dëgjoj të këndosh nga larg në teatr. Por do të doja të dëgjoja nga afër. Vetëm për mua. Nëse do, sigurisht. Mirea ndjeu zemrën t'i rrite fort. Ishte një kërkesë e thjeshtë, por e ngarkuar me kuptim. Ai nuk po i kërkonte të performonte. Po i kërkonte ta linte të hynte në botën e saj. Vërtet. Unë gjit në skenën e vogël dhe rregulloi mikrofonin. Mendoi për këngën që do të këndonte. Duhej të ishte diçka që thoshte atë që fjalët nuk mundeshin. Vendosi për Kur jemi bashkë të dy nga Ardit Gjebrea. Një këngë për kohën, për gjërat që mbeten, për bukurinë që ekziston edhe mes dhimbjes. Kur filloi të këndonte, Arbeni mbylli sytë dhe u la të shkonte. Zëri i saj mbushte kopshtin, mbushte shtëpinë, mbushte vendet e zbrasta brenda tij që kishte mësuar t'i pranonte si të përhershme. Dhe për herë të parë që nga humbja e Anilës, ndjeu se ndoshta ishte në gjendje të donte përsëri. Jo në të njëjtën mënyrë, por në një mënyrë të re. Një mënyrë që nderonte të kaluarën, por nuk ishte e burgosur e saj.
Kur Mirea mbaroi, pati heshtje. Dhe pastaj Arbeni duart rokiti, ngadalë, lotët i rridhnin nëpër fytyrë pa turp. Ishte gjëja më e bukur që kam dëgjuar ndonjëherë. Mirea zbriti nga skena dhe Arbeni e takoi në mes të rrugës. Qëndruan në këmbë, përballë njëri tjetrit, hapësira mes tyre e ngarkuar me gjithçka që kishte qenë dhe gjithçka që mund të ishte ende. Mirea, duhet të tregoj diçka. Diçka që nuk ja kam treguar kur askujt. Ajo pohoi me kokë, duke pritur. Kur Anila iku, unë vdiqa me të. Jo fjalë për fjalë, por në të gjitha mënyrat që kanë rëndësi. Pushova së jetuari. Pushova së ndjeri. U mbylla këtu dhe vendosa se ishte më e sigurt të mos rrezikoja përsëri. Dhe pastaj u shfaqet i së pari si një zë në ekran. Pastaj si një prani reale. Dhe më bëre të kujtoja se kishte ende jetë tek unë. Por kisha aq frikë të humbisja përsëri saqë gënjeva. Fsheha se kush isha sepse mendova se kështu do të ishte më e sigurt. Por nuk ishte. Vetëm më bëri të humbisja në një mënyrë edhe më të dhimbshme. Dhe mësova diçka nga kjo. Mësova se të duash me frikë nuk është të duash vërtet. Është vetëm të mbrohesh. Dhe unë nuk dua më të mbrohem. Dua të rrezikoj. Dua të ndjej. Edhe pse dhem. Sepse ti më mësove se dhimbja, të paktën, dëshmon se jemi gjallë. Mirea ndjeu lotët të rridhnin. Ato ishin fjalët që ajo i kishte thënë atij muaj më parë, përmes një mesazhi kur ai ishte ende genti. Dhe ti dëgjoje përsëri, tani që vinin nga Arbeni real, i plot, i cenueshëm, do të thoshte gjithçka. Edhe unë kisha frikë, rrëfeu ajo. Frikë se nuk do të isha e mjaftueshme. Frikë se ti do të më shije vetëm si vajzën e verbër që kishte nevojë për ndihmë. Frikë se kur të kalonte risia, ti do të kuptoje se unë nuk isha asgjë e veçantë. Por pastaj kuptova diçka. Nuk ka rëndësi si më sheh ti, ka rëndësi si e shoh unë veten. Dhe për herë të parë në jetë, e shoh veten të plotë. Komplete. Të aftë. Dhe nëse do të bëhesh pjesë e kësaj jete, unë dua të lë të hysh. Por me të vërtetë. Pa lojra. Pa gënjeshtra. Arbeni i kapi fytyrën mes duarve, siç kishte bërë atë herë të parë që e puthi. Pa lojra. Pa gënjeshtra. Vetëm e vërteta. Edhe kur lëndon. Dhe e puthi. Ishte një puthje ndryshe nga të mëparshme. Nuk kishte urgjencën e dëshirës apo dëshpërimin e frikës së humbjes. Kishte diçka më të thellë. Kishte premtimin për të provuar. Për të ndërtuar. Për të qenë real. Kur u larguan, Mirea buzëqeshi, një buzëqeshje e vërtet që i ndriçoi gjithë fytyrën. Atëherë le të provojmë. Por ngadalë. Një ditë në një kohë. Një ditë në një kohë, ra dakord Arbeni. Muajt që pasuan ishin të rindërtimit. Mirea u kthye të punonte në vilë, por tani jo si pastruese. Arbeni këmbënguli se ajo nuk kishte nevojë të punonte, se ai do të kujdesej për gjithçka. Por Mirea refuzoi. Donte pavarësinë e saj. Donte të ndërtonte diçka që ishte e saja. Kështu filloi të jepte mësime kantoje për fëmijët me aftësi të kufizuara pamore në një ujçe që Arbeni ndihmoi ta financonte. Dhe zbuloi se të mësoje ishte po aq shpërblyese sa të këndoje. Arbeni, nga ana e tij, filloi të ndryshonte mënyrën se si drejtonte kompaninë. Filloi të përfshihej më shumë në projekte sociale, të përdorte pasurinë e familjes për të bërë një ndryshim real. Dhe sa herë që merrte një vendim të rëndësishëm, kërkonte mendimin e Mireas. Jo sepse ajo dinte për biznes, por sepse ajo kishte një mënyrë për ta parë botën që e bënte të mendonte për te fitimin. Ata ziheshin, sigurisht. Kishte ditë kur dallimet mes tyre dukeshin shumë të mëdha. Ditë kur Mirea ndjente se nuk i përkiste asaj bote luksi. Ditë kur Arbeni rikthehej në zakonet e vjetra të përpjekjes për të zgjidhur gjithçka me para. Por gjithmonë bisedonin. Gjithmonë ktheheshin te njëri tjetri. Gjithmonë kujtonin premtimin, e vërteta, edhe kur lëndon. Një vit pas asaj pasditeje në kopsht, Arbeni e çoi Mirean në dhomën e katit të tretë. Dhoma që i kishte përkitur atij dhe Anilës. Dhoma që kishte qenë e mbyllur prej vitesh. Mori frym thellë para se të hapte derën. Duhet ta bëj këtë. Duhet ta lë të kaluarën të shkoj. Jo për ta harruar.
por për ta nderuar në mënyrën e duhur. Duke jetuar. Mireja i mbajti dorën ndërsa hynin. Arbeni i përshkroi çdo objekt, çdo foto, çdo kujtim. Dhe për herë të parë që nga humbja, foli për Anilën pa dhimbje. Foli me dashuri, me mirënjohje, por edhe me pranim. Së bashku, filluan të paketonin gjërat. Jo për t'i hedhur, por për t'i ruajtur me respekt. Për ta shndërruar atë hapësirë në diçka të re. Mireja sugjeroi që të bëhej një studio muzikore. Një vend ku ajo mund të jepte mësim, ku mund të bënin shfaqje të vogla për fëmijët. Arbenit i pëlqeu shumë ideja. U deshën muaj për të rinovuar dhomën, por kur u bë gati, ishte e përsosur. Kishte izolim akustik, instrumente muzikore, një piano të madhe që Arbeni e kishte bler posaçërisht që Mireja të mësonte t'i binte. Dhe në mur, një pllak që thoshte, për Anilën që më mësoi të dua. Për Mirejan që më mësoi të jetoj përsëri. Mireja qau kur Arbeni ja lexoi pllakën. Sepse kuptoi se nuk po konkuronte me një fantazmë. Po nderonte një kujtim ndërsa ndërtonte diçka të re. Propozimi për martesë erdhi në mënyrë të thjeshtë. Një natë të zakonshme, pas një darke të përgatitur nga të dy në kuzhinën e vilës. Pa audiencë, pa prodhim të madh. Vetëm ata të dy, teto Zana duke vëzhguar diskretisht nga dera. Mireja, nuk kam një unas të shtrenjtë. Nuk kam përgatitur një fjalim të përpunuar. Kam vetëm këtë. Arbeni i mori dorën dhe i vendosi diçka në të. Ishte një unas e thjesht, argjendi, me një gur të vogël. I përkiste gjyshes sime. E vetmja person në familje që më mësoi se vlera e gjërave nuk qëndron të çmimi, por të ajo që ato përfaqësojnë. Dua të kaloj pjesën tjetër të jetës duke të provuar çdo ditë se zgjedhja jote për mua është vendimi më i mirë që kam marrë ndonjëherë. A do të martohesh me mua? Mireja mbajti unazën duke ndier peshën e pyetjes dhe lehtësinë e përgjigjes. Po. 1000 herë po. Dasma ishte e vogël në një kishë të thjeshtë në periferi të Tiranës. Ishin të pranishëm vetëm njerëzit që kishin vërtet rëndësi. Teto Zana, e cila qau gjatë gjithë ceremonisë. Disa miq të Mirejas nga Ojqia. Disa drejtues të kompanisë që Arbeni kishte mësuar t'i shite si më shumë se punonjës. Dhe në rreshtat e parë, një vend bosh me një foto. Anila. Sepse edhe ajo ishte pjesë e asaj historie. Mireja këndoi gjatë ceremonisë. Këndoi një këngë që e kishte kompozuar posaçërisht për atë ditë. Flitej për takime, për shanse të dyta, për dashurinë që nuk ka nevojë të shihet për të qenë reale. Dhe kur mbaroi, nuk kishte asnjë sy të thatë në kishë. Jeta pas martesës nuk ishte e përsosur. Vazhduan të kishin sfidat e tyre, konfliktet e tyre, momentet e tyre të dyshimit. Por gjithmonë ktheheshin te baza, e vërteta, respekti dhe dëshira për të provuar. Gjithmonë. Mireja vazhdoi të jepte mësime, vazhdoi të këndonte, vazhdoi të ishte zëri që udhëhiqte fëmijët e verbër të zbulonin dritën e tyre. Arbeni vazhdoi të drejtonte kompaninë, por tani me një qëllim që shkonte përtej fitimit. Së bashku, krijuan një fondacion që ndihmonte personat me aftësi të kufizuara të gjenin mundësi pune dhe shprehjeje artistike. Dhe çdo natë, para se të flinin, Arbeni i mbante dorën Mirejas dhe i thoshte: "Faleminderit që më mësove të jetoj përsëri." Dhe ajo përgjigjej: "Faleminderit që më mësove se gjithmonë kam qenë e denjë për t'u dashuruar." Sepse në fund, kjo ishte ajo që të dy kishin mësuar. Se dashuria e vërtet nuk ka nevojë për përsosmëri. Ka nevojë për sinqeritet. Ka nevojë për guxim. Ka nevojë për dëshirën për ta parë tjetrin jo siç do të donim të ishte, por siç është vërtet. Me të gjitha të metat. Me të gjitha plagët. Me gjithë njerëzillkun e papërsosur dhe të bukur që na bën ata që jemi. Dhe kur Mireja këndonte në studion që dikur ishte dhoma e zisë së Arbenit, ai ndalonte atë që po bënte dhe thjesht dëgjonte. Dëgjonte zërin që i kishte shpëtuar jetën. Zërin që kishte provuar se edhe në vendet më të errëta, ka ende vend për dritë. Sepse ndonjëherë personi që na shpëton nuk është ai që na nxjerr nga errësira. Është ai që na mëson se mund të ekzistojmë në të dhe prapë të shkëlqejmë. Dhe kështu, mes gabimeve dhe korrigjimeve, mes të vërtetave dhe cenueshmërive, Mireja dhe Arbeni ndërtuan një histori që nuk kishte nevojë të ishte e përsosur për të qenë e vërtetë.
Një histori që filloi me gënjeshtra, por u shndërrua në gjën më të sinqertë që të dy kishin jetuar ndonjëherë. Një histori ku dashuria nuk ishte një përrall, por diçka shumë më e mirë. Ishte reale. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Mireas dhe Arbenit t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim dashurie, falje dhe rifillimesh, lini pëlqimin tuaj, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor. Histori për guximin, për shanset e dyta, për bukurinë e të qenit i papërsosur dhe prapë idenjë për dashuri. Ju presim në episodin e ardhshëm, me një tjetër rrëfim që do të luajë me emocionet tuaja dhe do t'ju bëjë të reflektoni mbi misteret e zemrës.